Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit të shtatë dhe të Gazetës Nacionale. Mirë se vini me episodin e 7 të emisionit Pop Nacionale, epizodi i bereqetshëm Oqan, sepse me qeverin Kurti u bë qeveria e re, kuvendi u konstituu, do më thonë kena prit mos prap në esen, po e zvarrit kështë procesin, po ka shku mirë arbër. Do me thonë, u zgjodh qeveria e re me 19 ministra, prej tyre më zgabosha ken një 6 që gra, edhe po i bjem 13 burra. 4. 6 ose 4, kush nuk e di saktë. Fitore Paculli, njona prej ministra, Mimoza Kusori, Donika Grvolla, Artone Rizvanulli, edhe nuk e di që kona i gru tjetër mjesto. Saranda Bogujevci, e Ministre e Kulturës, tu ka pas më konë Fatmir Spahiu, apo? Po, do që nuk po. Edhe leshin moment fundit më në lejmë arbër, do më thonë po më do këtë pak e këshim bu kështu vis për cloud, që po thëmë katëri. Arbër, po shkujna mas pari për ndjekum një video, do më thonë të pjesat kur është votu, do më thonë të mund ta kemi me fakti që u votu, se ti kush edhe s'beson që u boqë. Ato janë durët, të ngrit 66 durë. Hajde të ndjekim bashkë. Prandaj lus deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës që me ngritje dore të deklarohen për zgjedhjen e qeverisë së Republikës së Kosovës. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Konstatoj se me 66 vota për, vota kundër dhe asnjë abstenim, Kuvendi zgjodhi qeverinë e Republikës së Kosovës. Që pra arbër ke votimi, formimi i qeverisë Kurti 3, është edhe kjo fotja legendare që ka kap Visar Kadrolli, fotografi nacionales Kurti në fund, që po i përshëndet. Po me 3 gishta, po jo me ata 3 gishta dhe këtë. Jo. 3 shtu. Dhe tjere. Dhe di këtë që Visari është fotografua. Po ndo këtë si po. Po ndo këtë ke mesazh direkt për Visarin, kështu, adin mi thonë. Për leve. Po. Para se më orte si kjo, para se më orte formimi qeverisë, e patëm konstituimin e Kuvendit. Tash, këtu dhe më thonë, duna me taloni farë hapsire me nga spjegu diçka orë se u votun pako, nën kryetarët u votun pako, edhe krejt o thërshin bështetësit e lëvizit dhe vendosje, thëshin që shdo ka thona gjykimi i gjykatës kushtetuse. Në fakt, kjo kejt varet prej, jo veç prej kushtetutës, po prej regulorës që kanë shkru lëvizave vendose. Apo na kalëzën, që ka ndohë vitin e ka... Po, në pjon kalëzoj, ta shteti... Pa në ndryshimi... Po, e di që njerëzit jenë lullë pak me këtë temë, edhe me këtu tema, edhe në përshtëpit ku na ndjekin mënën me na po pak me një sy kështu negativ, sepse u bot qeveria që këta pejri këthej. Mirë po tjetë deo qanë, kur unë i kum bot disa video këtë nacionale, duke e spjegu regulorin e Kuvendit dhe Kushtetutën e Kosovës. Që thëshë zbën qështu, po qështu? Po qështu, veç unë e di so mesazhim ka ardhë, so komenti. Kështu që kom nevoj me thonë që me qenë se këta... Me tregu... Po, me shpajsun një fare. Pa tjetër, sepse unë nuk më bo kur gjë, përveç se kom kalzu të vërtetën. Kurse këta ju kanë gënyu, edhe dëni me ditë pse ju kanë gënyu. Kështu, para se me u zgjedh qeveria, duhet me u konstitu Kuvendi. Konstituimi i Kuvendit e parashe spari betimin e deputetëve në rregull, pastaj zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit, që u zgjodh Albulina Haxhiu, dhe pastaj shkojmë te pika e nënkryetarëve të Kuvendit. Aty ku vetë vendosje ja pati dal me shantazhu patriotikisht një shoqëni, se nuk është kur fare elementi nëse vetë vendosja e mon një qëndrim edhe mashtron, se okej, është parti politike, mashtron në rregull. Mirë po me mri
me shantazhu një shoqëni, me mri me shantazhu partinë opozitore LDK-n, me detyru gati me dhunë me votu në Nenad Rashidin për nënkryetar, është antikushtetuese. Tu e ditë që është Me anol gojen se cilit gazetor, se cilit njerit media, se cilit njerit që kupton prej kushtetutës e prej rregullorës të kuvendit, prej këtë ligjeve, mos me guxuti me thonë të vërtetën, sepse s'po dën Dejona Mihajli me thonë të vërtetën, e s'po dën Albin Kurti që ka ndodhur Kosovë. Nëse e thut vërtetën, në Serbi, e cila ka qenë e vërteta, cila është e vërteta. Punë kuvendit që janë rregullohen me rregullore të kuvendit. Që ajo është libra e kuvendit. Që rregullore e kuvendit u shkru më herët në vitin 2010 prej PDK-s LDK-s. Por kur ka orë lëvizja vetë vendosje në pushtet, në vitin 2022, në pushtet e vitin 2022, e kanë shkru një rregullore të re, e cila është miratu po ashtu me votat e lëvizjes vetë vendosje. Në atë rregullore, në nenin 12, në paragrafin 6, është thonë kështu. E si të me dhe sot e kom postu edhe në Facebook-un tem. Le do këtë edhe sot e nënvizume. Në rregullore të kuvendit thuhet se nënkryetari i komunitetit serb propozohet nga shumica e deputetëve të komunitetit serb. Rrjedhimisht i bie lista serbe. Se kanë mas shumë të deputet serb. Ku është ashtë ideja? Ideja është nëse ishtë qunë në gjykatë kushtetuese, rregulloria e kalume, PDK-s e LDK-s e opozitës, kish pas hapësirë, megjithëse këtë fryma kushtetuese e Kosovës, këtë regulativa, këtë infrastruktura është ndërtuar me çështë. Ç'është është rregulloria e kuvendit. Mirë po, për shkak të hapësirave që i ka pas rregulloria e kalume, sepse aty s'ka pas eksplicit, jo. E zgjedhën e vetë i takon komunitetit serb. Domethënë këta e kanë dhënë drejtën eksplicite që nënkryetari prej komunitetit serb, po domethënë propozohet prej listës serbe, prej shumicës deputetëve. Nëse do të dërgohej në gjykatë kushtetuese rregulloria e opozitës. Atëre kish pas hapësirë. Kish pas hapësirë interpretuese. Okej, bën edhe një serb tjetër që është Nenad Rashid. Mirë, po kjo rregullore e shkruar prej vetëvendosjes nuk e kalon asnjë hapësirë interpretuese, se shkruan e bolla nxez. Gjykata kushtetuese, krejt sa ka bo është e ka marrë rregulloren e kuvendit dhe ka thonë ashtu siç shkruan në rregullore, vazhdoni edhe do të më zgjedh ato që është. Po, edhe vetë ka vullos ato që e ka shkruajt vetëvendosja. Po, tash çka po du me thonë është krejt gjatë vitit 2025, krejt që tu po thojna propagandat, prallat që i na patriotike, dhe me ekspertat kushtetues domon, do kushtetën në Gjermani komentojshin si eksperta kushtetues. Po, opozita, domethënë këta kur dilshin prej seancës, vetëvendosja, thëshin opozita po dojnë, nuk e di pse po dojnë me zgjedh listën serbe. A din këta po dojnë nënkryetarin e listës serbe. Dhe me ka din këta i kanë bashkë me humanistë. A din bile e tash kur ke dalë ti, edhe ti veç ke fol çka është rregulloria e kuvendit. Që kam ja vërzu Nenad Rashidin që ka marrë dikush i listës serbe, ashtu siç ose vanën i konstituimin e kuvendit, vazhdoni merrni fundit. Po, je sulmu edhe ti, si gazetar, pse ju dhënë të vërtetë. Respektoni kushtetutën rregulloren, ti marrim 600 milionë euro të Bashkimit Evropian. Po, çka kum thon tash që po thot Albulin. Domethënë tash ti në asnjë mënyrë, domethënë nuk mundem me dalte apo e mbështet ose jo listën serbe. Personalisht i mundesh me pas mendim me thon nuk e du më në kryetarin e listës serbe, po çështo e thot bile o çan këtë aspekt na si gazetar on këtë rast. Te kemi shumë arsye me qenë kundër zgjedhjes së Slavko Simić. Sepse ai ka akt akuz për sulm ndaj gazetarëve dhe trupave të KFOR-it në veri. Domethënë, në rregullore shkruan që i takon listës serbe. Mirë po, propozimi i listës serbe nuk ka qenë vetë Slavko Simić, janë 9 deputet aty. Po, kanë mujt me votu kundër pare. Bilone e poshtë për të madhe pak edhe Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, OGK-s, e cila nuk reagoi, është dashur me reagu, sepse Slavko Simić ka akt akuz pi prokurorisë speciale për sulm ndaj gazetarëve. Ai nuk dashur me qenë nënkryetari i kuvendit. Nëse për rregullore i takon listës serbe, bën atë tjetrin, Igor Simićin, apo është ai tjetri. Tash domethënë për me kuptu pak më mirë edhe shikues si po na ndjekin, do thotë këta kanë mujt në raundin e parë, kur u hapën votim, kanë mujt me votu kundër pasos nënkryetarëve edhe me i thonë listës serbe propozon e dikon tjetër, se ka akt akuz. Po, domethënë ju si ta, sepse ky i ka sulmu mediat, i ka sulmu gazetarët, po këta e votuan domethënë pro.
pat vota edhe prej PDK-s, domethënë për nënkryetar, se edhe këta kanë pas propozime, ke po mdoget Ganimeti Musliu, Saleh Ashari, Najt Hasani po mdoget nuk votoi pro, edhe AK-ja po mdoget grupi parlamentari AK-s abstenun. Po abstenun komplet grupi. LDK-ja votun gjithë pro, edhe vendosja pro. Televizave të vendosje, nëse nuk gaboj, të gjithë ishin pro, përveç Agim Batirit, i cili pati premtu që e prin dorën e se voton, a e bojt. Jo, në fakt, se që të pëtu më nalë pak, të lëshojnë e një video dhe këthejmë prapë e komentojmë bashkë. Dëgjën e sa ka thonë Agim Batiri dhe s'ka ndodhe në seancën ku konstitu kuvendi edhe u votun nën kryetarët bashkë me Slav Kosimisin e listës serbe. Ne kam deklaruar dhe po deklaroj përsëri se pres dorën dhe nuk e votoj listën sërbe. Kështu kam mendimin edhe kolegët e mi televizijës vetëvendosje. Pres dorën dhe nuk e votoj listën sërbe. Kush është për? Okej, që kjo është video arbër, do më thonë Agim Batiri e qënë dorën, njëna dorë nuk shijet bashkëmi. Jo, ngëm, se këta montazha të na, montazhira ato një fort sofistiku. Se në e kom po momentin jo veç kur e ngri dorën, por se për cilën me vëmendje videon ai edhe rrej shuplok. Unë që di nuk mënesh me rrej shuplok me një dorë. Duhen dy dorë me rrej shuplok. Kash, unë të dy dorë ti ka sigurt. I ka kur ka votu, po na nuk e dim ai ka lol. A kon kur dal. Po nuk u lajmëru mua Agim Batiri, do më thonë na shpresojmë që nuk ka shku deri në atë mos, po qërë kjo është mirë. Çan po ta bëj një pyetje kështu të sinqerisht. Po, sinqerisht, kallëzën. A mendon se Agim Batiri për një me çat ditë që del pisonzës kuvend dhe thotë prej dorën se votoi listën serbe, a besoj që për një me ka menu që ashtë? Jo. Për një me jua? Ja. Mo përse po, ja kanë më shkryt. Ngëm. Ti po thu është viktimi këti manjeri, nuk e jo bre, unë do më thonë, po më duket, kom rri me një pik, ku qas mirë tash i një këta, do më thonë, sa se edhe kur të thojnë, ka njerë po më keshet edhe s'fa rena, adin, se nuk shën qërë njeri ren, abdin kejtë politikanë kanë rajt diska, s'kanë mojt nej premtim ose diska. Po me shkutit e qëtu premtime, do më thonë, si t'inglojnë pak edhe absurde, e prej dorën në se që adin, tash Agim Batiri ka pas pak personale, se kjo shamer a drejtsisin të urat. Adin, kjo ka thonë Simisin HCS, se Simisi o shok i Milan Radojsisit. Kështë për dhe shok i Mimoza Kusari. Edhe i Mimoza Kusari. Do më thonë e keni, është edhe një farë telefonate ato pa dalë përzimet. Tash do më thonë në dje, e si ta një postim, me ironi, normalisht, do më thonë të thonë që Mimoza Kusari pak krytull, se s'dija pa në video, pe këthej na ves pak, Mimoza Kusari e ka krytull, do më thonë nuk rrej shuplak për Simisin, edhe ma ki shkrujt një anë me siguri është jo uru në SMS. Simisin, s'ka pas dhe mirë kështu, po. Po, qa po du me thonë është që kësër arbër. Na këna hup shumë mujë 2025-ën, je shpall tradhtar, bashkëpunuesi Serbis, hibrid, gjithë shka, do më thonë ti e sulmun baza edhe familjare edhe gjithë shka, sepse ti po e mbron, ti po dëshe lista serbe më ose. Në fakt, ta shu vendos, e keni do më thonë të bardhën, bitë zezë, ose të vezën bitë bardhë, që nën kryetarin prej listë serbe ja u ka zedh vetë vendosja. Atë nuk ja usolla unë, në mesin. Dhe që qana bënë mu këthy në qëtë pikë veç pak mbropa, sepse si më në lista serbe nuk ka mujtë me shku në kuvend, pa ndodhë një par procesi në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Po, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve na do të mas parë ju tregu qytetarëve ato vetvendosja e ka dy përfaqësues që janë prej më të mirëve, domethënë është grada më e lartë e përfaqësimit. Samir Kurteshi edhe Alban Krasniqi. Alban Krasniqi është intelektual të Uri i Albulina Aziu. Intelektual, njerëz të lezueshëm, të shkolluar, krejt. Klopcit. Po, t'ljapsit edhe jënë kanë e t'luftës. Të kejtë, po. Do t'mi adhonë meritat, ta jënë kanë në çdo proces që ka shku Kosova si shtet, Sami Kurteshi edhe Alban Krasniqi ka sen do më thonë aty. Hajt, folë sa... Jo veç kështë të thonë që këta do më thonë deri shkum të zgjidhje, deri shkum të 28 dhjetori për me pru diasporën edhe me votu vetë vendosin
në mënyrë që vetëvendosja me largu opozitën e cila është e lidhur me listën serbe ashtu, këta nuk i votëshin listën serbe e qëtëshin thyshin është listë terroriste e kështu ashtu. I vetmi moment me kuptim juridik në KQZ është momenti i certifikimit. A di pse? Është moment juridik kur çohen durt edhe ajo duart e ngritura, votat pro, shndrohen në vendim, edhe me atë vendim Simiçi shkel në kuvend të Kosovës. Këtë fjollë tjera janë lope, une që kom full nga për video, ti, unë asë një post nuk e kom me shti Simiçin në kuvend. Fix. E qa thull, veç ato dur. Ta, do më thonë, që tu pëdu më nalë pak, do më thonë, gazetarët, këta të Serbisë, këta krejt, duhet me kuptu që juridikisht, edhe mu munu arbri, do më thonë, mi vot 30 video në ditë. Berat Buzhala, ose Andër Maku, krejt le të bujmë edhe Borim Pacolli le të zet një video, le të të Simiçi le të hinë në kuvend. Këtë e në lafe, do më thonë, do dhe votimi, certifikimi në KQZ, në komisionin që të të du me shku me një video, visë për celle, do më thonë, mirë si do, edhe këthejemi pas pak. Kështu në si video në KQZ sa ka ndodhë. S'ka kuptim, falni, veç s'ka kuptim kjo punë. Kush për shpallën rezultate për listën sërbe? 3 vota për, kundër, 2 kundër, tjerat abstenime. S'ka kuptim, falni, veç s'ka kuptim kjo punë. Ne hedhë në votim certifikimin, kush është për? Atëherë me 11 vota për, certifikohet rezultati e zgjedhjeve të parakoshme për të zgjedhjeve me datë të mbajtura me datë 28 dhjetor 2025. Gjitha rezervat që i kemi pas për listën sërbe dhe i kemi edhe vazhdojnë të kemi. Mirë, faleminderit. Apo si pjesë, po më thonë, se mu ma shumë ngeshit me Sami Kurteshi. Sami Kurteshi është te për mirë, kur e sën dorën e ule dhe kryt. Dhe me tani thot, e ka vis pak mikrofonin, e këthen kështu dhe thot, me gjitha rezervat që kemi kjo listën sërbe, edhe pak kjo e arbër, mos harro. Ja vazhdojrën pak. Atin se do më thonë pak morre ku na vjen, po që sa me bu kishe ju, po jeni pro, hajde dhe na. Ju, Sami Kurteshi edhe Xhaxhi Alban. Kur të thuni ju, 2-3 muj, mane ju. Atin, qef kom, do më thonë dikush që e ka për një me. Kur e ka për një me su deri në fund. Edhe nëse të kushton me karriere, me krejt, a e ki thonë maje, do më thonë deri në fund. Po ju tani kryte poshtë. Përsa ta nuk bën me ra preje propagandës, me fol lafe pa lidhje, pa menu, që atë thujnë partia, a ne kënej se tani vjen dita dhe... Të të me qëndori. Që të ma nërë videon, vis një sekund që të? Qëra, e rëndë dush kjo. Kesh të e thonë edhe një sen që është ma interesant, ja mas i ndodhi këtë kjo, certifikimi, mas i u votu Simiçi për nënkryetar të kuvendit. Jetu fotë është për seancën që u mbaj, po pas seancës që u mbaj, tash njerëz komentuesit si më thonë metën pas spjegim. Se pse ndodhi kjo, mu do më komentu në Facebook që do të me u respektu kushtetuta. Veç një element që të krejt dëzezat që ja përmendin ish opozitës, Isa Mustafës, Hashim Thaçit e tjerë, këtë kanë qenë respektimi kushtetutës, apo jo? Po. Me listën serbe, me dialogu, me këtë kanë qenë respektimi kushtetutës. Normal. Tash pse bëhet militanti ma i plak. Me thonë respektoj kushtetutën, mati e vile. Po, hikem shirë komente ke, ja po du të me respektu kushtetutën. Edhe mu më shkrujti dikush ta... E që këtë si gjë është i parë i Karolako që janë, ama dikus është hajgare. Jeta vesh njerë jetuat 500 herë. Po, kanë vesh një jetë kemi. Po, qashtë. Edhe ka njeri që del në protesta dhe dik, të maj nuk nxollët kurma, me rrenat, me mashtrimet që bëhen në proces. Se dejte komentet dhe i këtu jemi në regull. Amo kur të vje puna, ose kur të vje puna dikush që nëzeje qatë shumë, ose mund të ngërmuhe ty, mi thonë që të sëvë se Albani e qëndurën fund po të tipu do... Aja merë i natin e partis edhe vjen të shkruan ty, thët, Arbër e Ramadani, ty do të me të vra, Serb, atë në najsen të lidhë me Serbi, a tani e kësyra i prej shpiz të vetë, e kësyrë videon, Sami Kurteshi, edhe me herë videon vis një sekund, do më thonë, apet Sami Kurteshi shkon atje e qëndurën, edhe Albani e qëndurën.
këta deputeteve të vendosjes, me që me dhoni spjegim, ja u lehtësu dhe komentuesve që me na komentu neve, ata ekshin prej kamerave. Po, qëre tash e kena si video të më thonë kur mas seancës i vesin gazetar qysh o votu Slavko Simici tash më pako, do më thonë pse po bëj ka tash, e atëherë s'ka bus, çka ka ndrua din, kushtetuta është e njëjtë, mos harroni, rregullore është e vitit 2022, vetëvendosja këto e ka ditë, e ka shit një rënd që ashtu e ka dash narrativa, kështu në videon tash shafojmë çka kam për me thonë nëse ka nëjsen deputet televiziv vetëvendosje mas seancës për Slavko Simicin. Deputat, se votu Simici në listë serbe për në pakën e nënkretarëve? A dini që ka akuz të zotni Simicin? Se votuat nëse të qëndroni në Ministri i Shëndetësisë në qeverin Kurti 3? Besoj që ta shumë shpejt kryeministri Kurti do ta prezantoj kabinetin qeveritar dhe do ta marrë në kabinet. Pse votuat të listën serbe për nënkretarin e tyre? Une nuk jam pa kritika gjatë kësaj seance edhe për partit opozitore që janë. Ves, a i pes ta si ekshin gjithdo? I pash. S'munët me mikë si ka s'let. Do më thonë, këta, adin këtu grupet në Sicili, do më thonë, kërë grupet kriminale, se ne kanë shfrydzu këtë kodin omertat, heshpjes. Kodi Po, do më thonë edhe këta në të lytë s'folis qësnin. Do më thonë, a një në të ecë, kisha adin asë se pom, a e po Simicin se pom. A folit me Simicin s'folëm, do më thonë, të zhut kur ta Slavko Simic, jo s'kena ni edhe vazhdojmë për pora dore akome. Du si rë pak si trollavt, po s'kem që i bëjt. Po s'kisa i bërë, do më thonë, nuk o lidhe. Sa dhe ishte me thonë, Do shta me thonë që gjatë ketë kësaj periude, u kriju ka shumë material për partit opozitore, me a përmend krejt këtu lëvizëve të vendosje edhe na fatkeqësisht jo na gazetarët, po populli fatkeqësisht nuk po njihet i mishrum as pak me partit opozitore për shkak të përfaqësimit jashtëzakonisht të dobët. Dje, mbrom, u majtë seanca e kuvendit, aty ku pritet thuhen gjërat më të rëndësishme po, të Tash na inxizimin e ato e botajtën, që me ditë dhe shikus. Po, se mërkurën. Mërkurën është mbajt. Edhe mu do Klomir Abdigjiku që është çmon ministri i Kurtit. Po, fjalimi i tij tingëllë një farë fjalimi të but, një farë kur gjohet qa, bede. Po, tu prek. Prek, si mos pebroj dikon, Bedri Hamza që ashtu bët, pak që aty për ekonomi. Dhe me thonë hone një shumë njerëz, cilët nuk e dojnë që të pushteteve të vendosjes, e din që është so mashtruesjan, janë konë hone dënë LDK. Tani nuk e kanë idejë. As pak nuk njën përfaqësum prej Klomir Abdigjiku Fjalimet kanë dot sa arbër për pas, do më thonë Besnik Tahirit, unë dëgjoj pak fjalimin e Klomir Abdigjikut e Bedri Hamzës. Po, mujna me shku, s'kena në fakt material, hes arbër për dyt. S'kena për asnjën, po dridën? Nuk ka as për Bedrin, as për ta. Okej, e kena veç Besnik Tahirin, e zodhët... Si kena ndo video këtyne? Po së, nuk është e mund është me hi fosë. Atë që atë si gazetar, djemë duke djemë marrë dhe me që ndorin e video e kështë. Dhe më onë, hajlojti i karierës tonde, më konë dita kur zgjedhe qeveria e vendit, e ti jetu ndo video, ti si gazetar e prep me qef që po të lideri opozitës të thu që tu me ndoni super video. E s'ja ke ndo asë një asë Bedri Hamzës asë Klomir Abdigjiku. Jo, një ke ndo veç Besnik Tahirit. Jo për diska, do më thonë veç Besnik Tahiri, prej fillimit deri në fund, fjalimi i tina nuk e thurje lavdëve, ose kena me bashkëpunua, s'kena me bashkëpunua ne kënej, po ke totalisht, do më thonë, opozit edhe fjallë për fjallë kundër përgjigjen ndaj asajna s'ka foli Kurti para ti. Do më thonë, u thirken çdo sen, Bedri Hamza e përmendi dikun, do më thonë që tha ato mujna me folë ta ma vonë seancat e tjera, do më thonë nuk e shfrytëzoj prap rastin që aty. Ke fjalimi qetë, po, ke fjalimi qetë, ke fjalimi dop. Ko prej Besnik Tahirit unë besoj që më përfaqësu se cili votu si LDK, si PDK, si AK, Besnik Tahiri, kush do që nuk e ka votu Kurtin të mërkurën. Besnik Tahiri ke vija ndarëse që na jena opozita dhe këta janë
pozita. Lumiri edhe Bedria që të ndore nuk ta jepshin, nuk mujshe me njiti që sta në opozit. Do më thonë, mja pas të lëshu një shikusit thjesht, dhe mi thonë, a është pozit, a opozit, që kjo nuk mund është me dalu, sepse gjuha ke e tilë. Të ndjekim vis pak fjalimin e Besnik Tahirit, edhe kthehemi prapë. Kryeministri tha, Kosova kur s'ka qenë ma demokratike. Si mundet me uqu një vend që kur s'ka qenë ma demokratik, kur dit edhe nat në mënyrë të rregull sulmohet fjala e lirë e gazetarëve, kur sulmohet shoqëria civile në formën ma të ultëmendshme, kur secili institucion i pavarur për gjatë këtyre vite është mundu të sulmohet dhe jemi detyru jo në legislaturën që shkoj, po në atë që ishim ta trajtojmë në gjykatën kushtetuese. Kjo ishte qeveria më antikushtetuese, kampion i shkeljeve kushtetuese. Si mundet me uqu një vend demokratik, më demokratik, kur në baza të rregullta sulmohen gjyqësori, institucionet e pavara dhe prej kësaj foltore, ky kryeministër dhe ish presidentja ka thonë që sa të jem ne këtu nuk do të bëhet kryeprokurori. Sot Kosova është pa kryeprokuror. Sulmohet në format më të ulta dhe në formën më autoritare, se cili institucion që detyrët vetëm e ka mbikëqyrjen e funksionimit demokratik të shtetit Kosovës. Okej, tash arbër masi dëgjum citate Besnik Tahirit, e kam edhe një pyetje, do më thonë çka unë menej. A u dash opozita, si pas teje, sepse unë mendoj që po, paraprakisht po ta kallëzoj përgjigjen tënde, a u dash opozita në raundin e parë, do më thonë kur u qitën nën kryetar me u votu në pako, me votu kundër. Po, për shkak të sfatësimit, po, edhe qëtu ishin da arbër, na jena opozita, edhe na po thojna na si jena me listën sërtë. Patjetër. Do më thonë, na si jena me Slavko Kusimic, ky ka akt akuzë. Ky ka akt akuzë, kjo do është parimisht. Edhe do më thonë, kjo do është parimisht, kurse si teknike lojrave politike, me qenë se nuk të ka kursy ty asë njerë vetëvendosja, ke mujtë me ashu deri te propozimi 3 deri te shurti. Nëse i shakon unë opozit, po të kallëzit që nuk ja kësha votu në kryetorin deri te shurti, deri te stolli i fundit. Do më thonë, këta mënyra që shkojshin në votim, u doke, sikur këta kanë full paraprakisht me vetëvendosin edhe jënë marrë vesh që hej, vis të kryna si procedur. Nuk është kur gjë fitoria 51% e vetëvendosës në numra, në vota. Fitoria është në narrativ. Nuk ka narrativ opozitore. Ne jena të full. Kur thot vetëvendosja që lista serbe është terroriste, është. Kur thot është nënkretar, është. Edhe kur thot vetëvendosja që PDK-ja ose LDK-ja ose AK-ja është me listën serbe, ti do më thonë e ullë kryt. Sikur Sami Kurteshi. E tani këta, kur të sujnë dorën vetëvendosja, që në dhe ti. Do më thonë, ti vise për cilë trenin këtu, nuk ka opozit këtu. Nuk ka narrativ. Tash, para 3-4 mujve, ata ty së kanë kursy deri në familje. Do më thonë, kanë thonë, ti e me listën sërbe, ti për dëmëta, e tash, kur vjen sa onë sa vit, mas 3-4 mujve, ti e sënë dorën. Do më thonë, tash, unë e menej, mas qëndrim të mirë edhe të fort, paraqitja AK-ja me abstinim, do më thonë, ma qëndrim të fort, boni Ganimete Musliu, Nait Hasani, Sale Ashari, që nuk e votu. Edhe pse mpako ishte edhe Vlora Qitako. Ska lidhje, do më thonë, ke edhe Vlora Qitako e PDK-s, nuk e votun, se sa që ta tjerë, do më thonë, që veç dorën të nalt edhe... Pa dyshim më qanë fatkeqësisht tash për mungoj që ke narrativa opozitore dhe tash edhe një gazetarët po dolim sigur jemi shumë agresiv në publik, sepse nuk përkrym punën e vetë opozita. Në fakt, nuk ne jemi agresiv, na jemi veç të thonë... I vjen arbër të pjesa ku ti e rritë zonën e krejtë, se ti e shetë që pala tjetër, do më thonë është të kësyrë me ta shit një rranë, qas but, edhe qas mirë, edhe të thonë po mërë, po ju jeni me listën sërbatin, që ka qetë të tojnë. E ti e din, do më thonë që vetë e keni shkrujt mërë, vetë, hajde të ledzojna bashkë, nuk pranojna shu, adin, likin që sojna. Tash, po du më këthy pak, e kena pas, do më thonë edhe gjatë javës, kanë qenë edhe seancat në gjykatën speciale në Hagë, për me zhvendos pak, do më thonë, prej këtyne zhvillime vendore, me dalë edhe të ato në Hagë, që është ndodhë tek gjykimi që po vazhdojnë të ishkreret e USK-s.
Atje kanë fol, do më thonë, prokuroria, e ka pas prokuroria speciale atje, e ka pas njëherë fjallën e vetë, edhe normalisht nuk u përcjell kjo krejt pa reagime edhe prej Kosovës. OVL-UÇK-ja kanë dalë, do më thonë, ditën mërkurën, kur u mbajt seanca për konstituimin e kuvendit dhe formimin e severisë, votimin e severisë, kanë dalë si organizim i kanë marrë do farë brosha, ose qysh mi e thonë, si simbole, të nxitën edhe kanë Fri Hashim Thasi, Fri Recep Selimi, Fri Kadri Veseli, Fri Jakub Krasnisi, kanë të uthirë me një falë lirie të atyre e shkrerëve si pëmban tash ma shumë se 4 vjetë atje. Simbolik. Po, si simbolik. Vlera për Sharadina e poshe vendosja Hashim Thashin këtë. Po, ora, më Sharadina, do më thonë, me gjithë për plaset e ashpra si i kam pas, do më thonë, që të dhëtë me unda pjekuria politike, sepse mundet e Ramushi me thonë, ja unë se marrë këto anejtne, tash unë për ta të tregoj dikën tjetër të pushtetit, që nuk pranoj me marrë këto, bile nuk zati as shumë laf, po ndjekim njerë si të video dhe kthehemi prap. Pra që Xhelal Sfeshla nuk pranoj me marrë një simbolike cila Është të argore thjesht. Mune me marrë të Recep Selimin, nëse ka i nate personale me Hashim Thasin, që na e dim, adin që kam pas që si farë për plasje. Po çfarë mënyrë arrogante i largohet dhe më. Po, nuk dy me që pas Xhelal Sfeshla ka pas edhe ato kur i kthehet atij gazetarit njek për masa, që këpet pa kisha adin mos jena të dash murrej. Jo, zoti Sfeshla, ne nuk duam probleme. Ndryshe, Xhelal Sfeshla më ka bloku në Facebook. Po, mua Albulena Azhiu që një vjetë e gjysë. Po në me anë? Po. Apo për të një ka kërvollar. Se ta i ka ik që e pjesa e kushtetutës. Po i ka ik. Kur i ke thonë të tjellë i rabdin, tani ta ka bo blok adin edhe se ka pomë. Do më qanë, kjo kur e refuzoj Xhelal Sfeshla këtë që shqithoti Shqip, kësoj znoq kësë që të kime drive. Znoq, më e thuj. Znoq, më është. Se din krejta. Znoq, ka kjo këtë që më nuhet. Tash nëse lëvizjave të vendosë, si me thonë, nëse është një organizot, një partit që nuk mirët me simbolika, e këshëm arsyetu Xhelal Sfeshla se nuk mirët me simbolika, i veç krym punë. Po të njëjtë sonës, kur ka hi Xhelal Sfeshla në kuvend, po flasin veç pas 1 orë ose 2, po të shetë shumë flamurin Albin Kurtit, flamurin Kuqëzim. Po. Po sonës që amurit dhe i se do. Se në herë u afru kamera, nëse mu jam me shfasë edhe këtu, afrohet kamera, tani kur të largohet veç shfasët flamurin. Flamurin veç delat. U do kësi montaj, po kështë që shu hise i flamurin dhe në kuvend. Osmani Sadriu, rendi ditës për seancën themeluese të legjislaturës 10, i cili Qështu pra arbër edhe Sali Zyba e për cjeli... A Sali Zyba e bjenë? Po, Sali Zyba e patin do... Së në poshtë Kuranit të ja për cjeli po he Kuranit... Që kanë furën me kopë gjilali me onë hec malve se sem për si simbolike. Se mora aznoq kërë me herë. Po, s'po du hecë, në kem të vënu kurgjë. Qërën, Kurti, bashkë me flamunin për para... Kuqëzit, Shqipnis. Normal. Masi u formu, u votu qeveria, në fakt para se me u votu. Po, para se me u votu, qeveria mas u votu. Në më një farë elogjeja atë, një farë t'jalimi në seancë dhe të regëm për paka shumë disa premtime, është si procedurale kjo. Pëndjekum, ves një 2 pjesë arbër për indajna, fjalimi është i gjatë full për kontrolat mjekësore, për plest... Para se më ndjek fjalimin a bën më nëllën në veç një 2-3 pika që i vrejta. Po. E para, me të dojnë në folture, Kurti e përshëndet kryetarin e kuvendit, Albulena Azhiu, dhe nën kryetarin Ardian Gola. Po. Edhe asë nën kryetar tjetër, as Byra Shtokun, as Kujtim Sholën, as... A pe kupton dash? As a tjetërin. A pe kupton vis një minut. Do më thonë ju edhe votoni, edhe kjo apet juve nuk ju cek, dhe me kjo jeni me listën sërbe. Edhe qëre,
Edhe që to duni me boj. Po. LDK-ja dhe PDK-ja. Edhe unë jam shumë kjo simbolike, sepse ka mujtë me thonë veç në fjalën kur del, se kjo bën qëllimisht. Po. Ka mujtë me thonë e nderuara kryetare Albulena Haxhiu po tha, e nderuara kryetare Albulena Haxhiu, i nderuar nën kryetar Ardian Gola, që jemi demek, edhe të nderuar nën kryetar të tjerë. Që do me thonë, do në mjë thonë të tjerëve që unë jam kryeministër veç i vetë vendosit, që ashtu të shëdim në. Po, me fakt, kryeministër është i gjithë qytetarëve duhet me kanë. Në fjalimin e Kurtit, diçka tjetër që mu më ra në sy, nuk e dija ju ka ra shkuzve në sy, e dini që pas dakordimit në Bruxelles dhe në Ohër me Vučićin, atëherë kur ne mediat dhe eksponentë të tjerë, e shfaqnim nenin 7 dhe nenin 10 të marrëveshjes së Ohrit, aty ku flitet për zajednicën, po bashkë zajednicën, që na ka paralajmëruar Kurti para 10 viteve, narrativa vetë vendosjes në krye me Kurtin ka qenë se Vučići nuk e ka nënshkru marrëveshjen e Brukselit dhe të Ohrit. Tash, në atë kohë kancelari Scholz, Gjermani Scholz, presidenti francez, shtëpia Bardh, këtë çdo elemente thoshin se ka marrëveshje Kosovë-Serbi, si pas konventës së Vjenës, ku palët merren vesh, dakordohen verbalisht, ndërkohë Kurti ju thoshte qytetarëve të Kosovës që nuk kemi marrëveshje. Pse? Derisa të përhumbet neni 7 dhe neni 10 që është zajednica. Tash në kuvend të mërkurën. Tash, a menon që pat nënshkru, a u pat pajtu kështu prej naivitetit, po e ka ditë që ka marrëveshje edhe verbale. Më mërej që Kurti në atë kohë, në 2022 është lajthit prej këshilltarëve të vetë, nuk e ka pas parasysh se qëllimin e ka pas si pas meje, me dërgu Vučićin deri me një pikë ku ai nuk nënshkruan. Edhe me dërgu sikur që shka qenë Rambojeja, pa ka shumë, po kushtet kanë qenë tjera. Se adi pse thojnë armikën dëshmën poshtë me lapc, me kimik. E këta që tunë kimik pja huqë në qanë. Së në regulore në kuvendit, që Slav Kosimit. Sikur të marrëveshja e Brukselit e Ohrit, në kimik ja ka huqë. Prap, ka marrëveshje dhe tash, kur e ka marrëvesh që ka marrëveshje me Serbinë, e marrëveshja është ma e dëmshmja një histori që në nënshkru në Kosovë, është prej Kurtit. Kur e ka marrëvesh që ka marrëveshje, ka bo krejt që ka bo në veri, krejt të lovin, tash në kuvend të Kosovës, të mërkurën, Kurti nuk tha do të vazhdojmë dialogun si pas marrëveshjes së Brukselit dhe Ohrit. Veç se ka shkishtoni shkon bëllë. Por thas, do të vazhdojmë dialogun si pas marrëveshjes tonë të Brukselit dhe të Ohrit. Po marrëveshjes tonë, da kemi marrëveshje. Brukselit dhe në Ohrit. Po, qërë, në fakt edhe ambasadat edhe ambasada amerikane kur reagoj që uroj për konstruimin e kuvend dhe formimin e qeverisë, tha do më thonë që presim bashkëpunim edhe efekse ato në pasën në rajon. Donald Trump jo që nuk ka me prit gatë. Qërë, tash paramnu në Ohër, kur pa të nëshkru, pa ta shku, do më thonë në Ohër, pa të më nejt ikun mbi 12 orë kena nejt atje, edhe pa dalë Kurti e pa thonë që adene pa të regusat pjesën e vetë, palët tjera të ishin ka marrëveshje, dhe më thonë, kemi një farë pajtueshmërie verbale, dhe më thonë, gojore. E di që u pa të detyru në atë kohë me dalë kancelari Gjerman, kryeministri Kejt Nahis Gjermanis, me dalë me spjegu që Kosova a Serbia kanë marrëveshje. Që marrë ke vesh, militante s'marrë ke vesh. Jo, dhe më thonë, nuk e merë vesh, po, unë besoj që ke mirët vesh, si kur që shu votu si misi, në mirët vesh, kur të buhët, që ke farë autonomia kur të respektohet një 7 komunën e serbe, do më thonë edhe ofrohet autonomia cilën e protestante Albin Kurti, ashpër do më thonë, Isa Mustafa patlani farë hapsire, pa thonë që gjithë shka shkon në gjykatë kushtetuese. Atër kur Glauku Njufca, kur i lexon letrat, që përthom këta me lapcjen dopt, kur i lexon letrat Glauku Njufca, mas e të vinë pushtet, thot që dora Isa Mustafa që pas ke dit me marrëveshje me Serbinë, atë kujtohet? Po, vestash në marrëveshjen e Ohrit,
Nuk përmendet gjykata kushtetuese, po përmendet Arbitrazhi. Kështu që Këtë çdo problem atë jashtë Kosovës. jashtë Kosovës edhe çdo problem që ka me kon tash me asociacionin ose implementimin qëto, ka më shku në arbitrazh, domethënë nuk ka më Që andej aty ka shumë mundësi që kurti na çon edhe njerëz zgjedhje, pak më do. Po, nuk i di. Derisa s'na çon kurti në zgjedhje, a këshirim kone boni ministër saktësisht se më duket na mend pa. na thuaj emrat. Pret. One moment. Zëvec kryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme Glauko Njufca. Glauko dëmon prej kryetarit të kuvendit del ministri i jashtëm. Glauko është korrekt të qenë. Edhe zëvendës kryeministra, po. Po, i parë edhe ministri i jashtëm. Në fakt është ma korrekti. Ma korrekti, po e kom përshtypjen që nuk i dihet e presidenti ka mundësi që kë i thot vjos se sa po shtyresh pak. Nejse. Po thua? Valloj. Nejse në emisionin tjetër, se edhe pak do të mi po do isha rete, veç ka mundësi. Okej. Zëvendës kryeministre e dytë dhe ministre e drejtësisë Donika Agrvala. Ma e mira. Ma e mira do mono që anë në me Albolena Haxhiu një 4 vjetë me një reformë drejtësi jemi morë. Ajo propozoi ke projekt ligje, unë e shkruaj artikuj, dhe i ma boni blok. Te ka gabim. Në gabim e kompos, po. Po, gabim. Se ajo reformoi. Po, ajo e reformoi edhe sot drejtësia në Kosovë merr frymë ndryshe. Fole Albolena Haxhiu dhe vetingi u bo byroja konfiskimit pasurisë. Po, në fakt u konfisku ty, çfarë kanë konfisku dhe ishta si gazetare i lidhën anë. Mu jo po beroftu. Po, konfisku kerën me rrymë. Qëre, Agrvala ka më konfisku. Diska du të më nalës të. Azi kurti e lëzhen në kuvend e ka nis me të full për ish krerët të UÇK-s në Hagë. Apo? Po. Kjo është për atë militantin që thot a pëshe kjo edhe ata i mbron. Adin? E tani, Ministri i drejtësisë? Ministri i drejtësisë vendoset Donika Agrvala, e cila publikisht ka thonë se unë kom dërgu dosje në gjykatën speciale. Dosje... Ajti kjo është që baj spjeguat kësoj që reformohet këshilli prokurorial. Pasha zotin, në dift. Në dift që kjo, so antori ko këshilli prokurorial. Atë që ko dikon këshill gjithësur. Orë bre, ka një problem me kabinetin e ri qeverisës që i merë shumë seriozisht. Do më thonë, unë e mas Glauko Njufcës, kur dënëm të Donika Agrvala, mu më do këtë anë pak filmizatimura, me e në të bua i gare. Donika Agrvala, na e dim që shë ka udhejs Ministrinë e Punëve të jashtme, a më në ma të regu një njohje, ju lutëm, një njohje që ka prunë Donika Agrvala. Presë ndjekja ka fundit. Po, atë ndjekim si historia, e gara. Nuk ka story, do më thonë këtu. Donika Agrvala nuk i ka prunë asë një njohje. Bezet Paculli ka prunë, do më thonë pak konë... Po lenë njojë njërë që ka bo. Se më thëmë shti me fuqë që zgjotë emisioni shumë që ka bon Këshill të Evropës. Në Këshill të Evropës e ka që një email gabim. Ditën e fundit, ja ka husë adresë. Me email mund është me ja husë njëre, tastatur është. Unë këtu e mbështes Donika Agrvalën, atë njohje të jo. Teknologjia kjo. Po. Gëm, zëvendës kryeministër për çështje të pakicave, Fikrim Donka. A Fikrim Donka është i vetmi që pas hetime të KQZ-s dhe rinomrimi që u bo, net pa post të deputetit. Se ka vjedh vota, do më thonë adin të thojna kështu të i për qartë. Ajse të jema i drejshme. Atina i ka ndollë, do më thonë, minus votat, ka vjedh vota njeri, do më thonë, pritet, do më thonë, me pas hetime dhe ndajti nëse prokuroria. Po, nëse prokuroria. Diktatorja e prokurorive të Kosovës, e cila është marrë me çështjen e zgjedhjeve, ka thonë do të më intervistu si dyshumë. Normalisht. I vetmi politikan, i cili i ka marrë qaq vota, sa mu bo deputet. Në fakt populli se ka bo deputet, ka qenë Fikrim Donka. Edhe tash... Paqarizi PDG se ka bo këta. Tash, për amnu, do më thonë, ma shumë sa i, që ka pos a i Paqarizi? Feta. Do më thonë, ma shumë sa i ka pos vota, u bo deputet. Me votat vjedhuna, e tani kur ka ndodhë që filtrimi, ka met pa post të deputetit. Tash, sa bën kryeministri Kurzi, kryeministër e ka po. Jo zëvendës ministër, zëvendës kryeministër. Gjithmonë kundër korrupsionit, kundër atyne që vjedhin, kundër hajnave, na jena me hajna nuk ka shtet. Do më thonë edhe marrin Fikrim Donkën Amadorën, esti këto të je zëvendës kryeministër, tash ti thu, jo ma masë më zonën të vjedhë, mos është bajat. Nuk të lëshojën e medal për këtu i tarbër pa post. Zëvendës kryeministër. Po do më thonë për çështjet pakicave dhe bashkëpunim. Kë bashkëpunim. Po dhe. Ministri i Financave Guran Murati.
Eki e vazhdon, ç'është që ka qenë? E Kuran Murati është o zot. Mirë është. Ministër për punë, familje, vlerat të luftës çlirimtare Andin Hoti. Që ministri u shtu e ri o çan? Po. Nuk mundna me thonë kur gjo pa e po punën e ti, sepse nuk e dim. Andin Hoti ma por ka qenë në PDK. Po. Andin Hoti mos harrojmë, po mdo nuk është ore shuplakas aty bashkë me Macedoncin kur zgjedhët Simiqi. A nuk rrej shuplak? Mdo këtë do më thonë me pamje e shojmë pastaj, po mdo këtë nuk e kom pa të rej shuplak, bashkë me Ejop Macedoncin. Okay. Andin Hoti du të me po punën e ti, nuk e di me qka ka më marrë ministria. Nuk e kemi po familje dhe vlerat e luftës çlirimtare, ta shuhim. Ministri mbrojtjes vazhdon Ejop Macedonci, Ministri punëve të brendshme Xhelal Sveçla vazhdon. Mos të harrojna dhe Ejop Macedonci zbuluar në veri tjetër. Edhe Ejop Macedonci ka pas goxha shumë vota që në Podujev, që nuk ju kanë përputh. Po, do më thonë edhe kë është dyshu për vjedhje të votave. Ta shojmë tash prokuroria a ka me pasi. Po, do më thonë a zerohen hetimet kështu si dyshuar. Shkojmë pak më shpejt. Ministri i Administratës Publike Lulzon Jagxhiu nuk e njeh fshan. Do të më po. Ministri i Shëndetësisë vazhdon Arben Vitia. Veç pak Jagxhiu, po, i kujt ke? I Administratës Publike dhe Digitalizimit. A është kë prej KSZ-s po mdo? Çka në KSZ është po? Te serverat diçka. Që kanë dështu serverat, po e di po s'doshta me thonë. Jo, e thamë ne. Jo. Kur ç'është nuk ja u fal. Lulzon Jagxhiu do të thonë është përmend për definin, po e dim po duhet më ja përmend. Vazhdojmë. Jo se jena thirr shumë antikorrupsion. Vazhdojmë po. Lulzon Jagxhiu e shohim punën e tij, po, është e vërtetë që kuron atë serverat, ka qenë njëri ndër mëzhetësit. Tash po dihet kush e ka prek pullën. Ministri i Kulturës dhe Turizmit Saranda Bogujevsi, këtu në vend të kit. Neve Gilanxhive na i foten aç. Po bre, asnjë ministër. Ej, do të më thonë çto, do më thonë shikus të nderuar të vetmit përfaqësues të Ana Moravës, që kanë met në herë për herë. Të mirët kësi. Moroçan. Nuk ja qelke derën kërkosh Albin Kurtit në Kosovë. Bashkë kërkosh asnjë qytet. Kejtë refuzike. Gilan ka ardha i sin shtëpit vet. Unë Giloni e vëdike. Unë edhe Arbre, do më thonë jena më noltit në Ana Moravë. Jemi më të noltit për Ana Moravës. Do më thonë nuk e dim ç'është është disponimi atje, po Albin Kurtin e kanë mbështet kurse kanë mbështet kërkush. Do më thonë Gilani ka qenë prej të parëve që ka thonë po e provojnë ndryshimin. E vazhdon me përkrah, fuqishëm. Po. 9 deputet janë të vetëvendosës prej prej Zilanit, amo kjo nuk e zbej këtë faktin që në kabinetin qeveritar nuk ka asnjë, zero, prej nulla prej Zilanit. Kështu që Giranzi doni me kërku ma shumë, dilte Ministria e Kulturës kush është të dim Bilardo Strada e kryer. Mal Bosha më duket. Mos, po ne me a? Po. Dimal Bosha është. Bosha, okej. Për të mama, Dimali ka me kryç apo. Okej. Saranda Bogujevci e Kulturës dhe Turizmit. Po. Këtë do më thonë. Ministri i Sportit dhe i Rinisë Blerim Gashani. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal Elbert Krasniqi, a.k.a. Supermeni i Veriut. A ditë që paten uzunera më shahadina i tha ku be tha meta unë tha që Elbert Krasniqi tha kush është ai. Tha me më bota mu patriotat e meri. Ja kam plasë dhe di. Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor Fitore Pacoli. Qarë ministra shëgjan? E kujt the nërë? Ministre e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor. Po, mos të harrojna një javë ma herët, ose 2, Fitore Pacoli ka se neftua në prokurorin speciale për me folë për disa grante ka 100.000. Atër ministrinë e Faton Peci, ta shko ministrinë vetë. 100.000 ju kanë dhonë daje sajna, 100.000 grant ju kanë dhonë vllaut sajna. Ti që po më shikon tash këtu, të rego ma ke marrë një grant për speca e këtu që i mjellni. Ajo ja u bo me ministrit huj. Ta shko ministrit vetë. Ta shko të vetën, dhe më thonë. Qato e ka marrë për Ministrisë Bujqësisë prej Faton Pecit, grandet. Ja, më kabineti mirë, pasha zotin kabineti mirë. Ministri i Bujqësisë në gëmë. Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural Armen Muja. Armen Muja gjithashtu du të me cekë, që e ka pas landën në prokurori. Për rrushfet mos ga bofsha. A ka qenë për rrushfet? Për rrushfet, ba, 20.000 euro. Për rrushfet edhe ka lanë prokuroria ka lanë me u vjetëru
gjashna, edhe u parashkrua Elon, edhe Armend Muja sot është ka pështu. Apo mund është me bërë Armend Muja Nora, leja atë. Le mërë Nora, unë për para në Armend Mujën të dole të thonë nuk kena me leju kes përdorimin. Atë pëzëllë. Tash pa nuk në po, mi të thonë leatë gishtë. të dhe patën pese e moj kësë do, a letë është shikja. Edhe qëre, pa ju full, Armend Muja, për me nalë kes përdorimin. Do më thonë, ju nuk e dini sa është kes përdorimin. Se kjo kanë dora e parë. Apo kuptoni nuk... Ja, Armend Muja më përdu me po të përvjellë të shtë Nora pak, atë të hymë kombaja. Të kësyrëm, kjo është pak mas zotnisë sa fatën pesin, nuk shkon fort, nuk e di. Mos harrojna, Armend Muja dhe fatën pesi u përfolke atëhere që po kanë... Jo përfolke po kanë pas, sigurt në Mitrovic për... Po, të më thonë nuk u pajtëshin e jonë roke, a ne... Po që u bodil, jo në kryetari Mitrovicës të ministri... Po, do më thonë jënë pajtu që shto. Do më thonë Albin Kurti i ka setsu. A din që thë... A ci ka onë kope pole dhe alejmës. Po, ka dalë mos të rogëm që do. Ej, Ministri Infrastrukturës dhe Transportit është Dimal Bosha. Kryetari Kuvendit. Dimal Bosha, se që dini është Dimal Bosha. Ama Dimal Bosha ka më kanë shumë ma mirë qërë, këtu është një lajm i mirë për burimin. Do më kanë bashkë me vetë ma vonë burimin. Po, e Dimalim do këtë pak ma i qasë, shumë ma korrekt, kështu. Po, Ministër i Tregtisë, Industrisë dhe Inovacionit Mimoza Kusori. Mimoza Kusori është ministre e përhershme, të vonë. Është e 12 herë që është të vonë ministre. Ka qenë ministre e Thoqit, ministre i San Mustafës, ministre e këtij Petersenit që u konë ambasadore. Shumë mëte. Hakeruvit. Po, para se me egzistu shtetësia. Mimoza Kusori më zgabov shakona zëdhënse e qeverisë. Nuk e di ku s'ka. Jo zëdhënse e kikut. Po që ka së konë? Shoni me e. Po, valloj, po. Edhe ka lujt basket për më beteksin. Jo, basket s'ka lujt. Amo ministre u konë. A një në se s'ton se dita që sport në të bërcjeli. Amo ma me dërsh një me ka punu. Po një me e kja. Ja, nuk e di nuk po të bërtheshëm. Po. Do më thonë është njëna prej politikoneve që ka ndru mas shpeshti, do më thonë, qëndrime. Albin Kurti ka ndru qështë qëndrime para luftës dhe mas luftës. A ma e kitë me vendosje? Ja. Edhe në kanë? Ja. Edhe në kanë nuk kanë për pasje, për bashkëpunim, pluralizm. Tani ka dalë, do më thonë, nacionalist ekstrem. Unë e veç bashkim këmëtare. A Mimoza Kusori me vëmë me të afru ty CV në punës, të mund të e pranon punë, veç se bitën me a lezu CV. Qëre Mimoza Kusori du të me cekë prap, do më thonë, edhe kjo ka qenë në aktakuz. A ka qenë në aktakuz për pas përgjimeve që pa të ndalë. A pa qenë e përfshime në skandalin? Jo. Për Mimoza Kusori, nëse ki fjallin prokuroria në herja ka refuzu, Mimoza Kusori nga ka padit neve nacionalen. Në lidhje me përgjimet që ja kena publiku. Po, edhe pa të refuzu. Me Milan Radocia. Mimoza Kusori kur dolen përgjimet, që i publikum këtu nga Gazeta Nacionale, Mimoza Kusori tha janë rënë janë gënjeshtër. Po, në prononcimin e parë, thot si ta, se ta ne shkon të e zbut. Po, njëherë thot kur njët nuk unë me unë ta e me thonë është rënë dhe gënjeshtër pa na pa dita, po. Se njerë stojnë, okej, për pa ditë. Në vullosa, ta. Edhe ja shkon gjukon. Ju të lopë se e keni mujt apet. Ja, të lopë. Mimoza Kusorin. Të lopë si kudush ta. Pore, do më vonë parlamentiane deri sot, Gazeta Nacionale, me gjithë komentet e krejt. Në këshif media, gjithë kënë do më thonë, po mdoke me laps, gjithë ka dalë mire. Po, qanë është puna që propagandë nuk mujna mja nalë, se Simon Liria shprejës është gjithë. Jo, garanton kushtetuta, po kur i vje puna në instanca ligjore me umorë, për shamë të Mimoza Kusori që na ka padit, ato ja unë se na nuk e qesim një inqizem nëse nuk është i vërteta. Normalisht. Dhe në thonë, bile me fillim, pa të full berate e pa thonë me 3 eksperta, audios, dhe në thonë, është konsultu, para se me dalë. Unë si më konë, dhe më thonë, ju më konë si shiku si ashtëm. Po, kështë që Mimoza Kusori... Pa isha më o zëtë, anë vjen me punu me ty. Po, kështë që Mimoza Kusori e ka hup këtë lëndë, okej, në regull, ta është vazhdën Ministre e Tregtisë Industrisë, Ministre e Ekonomisë vazhdën Artone Rizvanulli, o që janë qëto veç një koment shumë të shkurt, sot e thiri Tejten, po flasim për Tejten, dhe thiri Kurtit që mbledhjen e qeverisë. Po. E këshin e idej vonë kur u zgjodh qeveria. Po, me festu pak. Po, edhe poshtë mbledhjen e qeverisë, se kesh të këqyr laj dhe poshtë Artone Rizvanulli që shtë nejke.
Po pritej, këtë gjysh dhe keme thonë, u lodh njeri. Po. Të mon ministra njere e ekonomisë. Edhe Artonja, ka si në diska? Artonja Rizvanulli është te kjo puna e energjisë. Me nabitin e ka. Me Nagib Po Krasniqin. që kanë qenë në grupë, do më thonë me Deona Mihalin edhe Albin Kurtin, Edhe Nagib Krasniqin. Eja me kapele, Nagib. Po, këtë grup që ka formu vetë Artonja Rizvanulli, që i ka fut. Nagib Krasniqin më starojnë ata që është në këtë akuzë, do më thonë, është, nuk është mon pozip, Nuk është në drejtëri. Sigët qështu, kështu që kur mos i besani partisa, të shesa i bon partia. Ministri për komunitet. Fjaulas, një kom bërë, vjatru në një dhe i stoj pas. Andin hotim ka pështu, saranda po kjujeci, blerim ka shani s'djall për mende, s'kët bjemri njaf shumë është të më. Edhe për këto po hajt. Hajt një tjetë. Hajt në nese. Ministri për komunitet dhe këthim është Nena Drashic. Ishtë në ngrëdori me asë një seancë në bojtër. Në nadi i famshëm. Një nodi i mira. Ministri për që Nena Drashicin e pa ta thirë një në telefon e nacionale, diçka, u fletë që përdo e deshas. Të andresi si mikrofon, fol. Okej. Më tha dikush mua qanë që Nena Drashici përdo në më këthy në politikë. Po? Atë ko e la politikën. Edhe më tha dikush e thirën këtë Nena Drashicin, e thasha, dënë më këthy që të nëzgjedhe, dhe ishin atë nëzgjedhe. Jo tha unë, s'po këthejna mo me politikë, s'po merna, tha jam që të musafir, t'lutna dha hiç politikë. Po? Vjarë puna 2-3 vjeta u bonën kryetar, ata shtë bo ministra, qasë të bo. A përshavër për ca zblejet me pare, blejet me ma shumë. Ministri për komunitet dhe këthim Nena Drashic, Ministri për zhvillim regional Rasim Demiri. Do me thonë që tu janë, që kjo është kabineti i Kurtit, për cilin Kurti tha se ka me qenë ma i sukses, qeveria ma e suksesshme në histori. Urojmë livret venet, Urojmë dhe besojmë, na të mitën ja dojmë. Normal, na jena qytetari si ti vendi. Në shoha në arru grejtë si shtese, shpiko me vjerë, me ati si benzun. Na i sen si për kop. Me ta këshirë boba, zdi që Ano mirë, a përshë sy që e një të sënë, se e ka para dhe kjo që nuk jem familjet si për para, kërkush t'pja këshirë më... Pa pole. Po, e ta është bile shteti, po e E që të me mujtë me akop një sinë që mirë ishko. Po më sy shjo. Po se bënë atë, që. Hajde më e të këshirën. Ta është përshkojna me një blok marketingu dhe po këthejmi prap me storet e radhës, në ndismi. Ky kabinet me punu 4 vjetë, me zgjatë mandati 4 vjetë Kurtit dhe kabinetit ti, do të me u zgjedh presidenti i Republikës së Kosovës, e afati i fundit për zgjedhjen e presidentit Kosovës me kushtetut të Kosovës është 5 marsi i këtij viti, që i bie na kanë bet pak ma shumë se 2 javë për me zgjedh presidentin. Që shë disponimi, atë e këshirë në erë Disponimi Vjosa Osmani Pokoqef, Albin Kurtis për jep pisharet, ta përcjellëm një video të gazedarit Berat Buzhala. Nuk jam i sigurt as pak që am pëlqen ma pak Albin Kurti a Vjosa Osmani. E tham kështu, Albin Kurti nuk më pëlqen si politikan, e Vjosa Osmani nuk më pëlqen si njeri. Në fakt, Albin Kurti nuk më pëlqen as si njeri, e Vjosa nuk më pëlqen as si politikone, as si njeri, mirë po i krahasoj me njëri tjetrin. Dëmi më u pajtu që shka thonë Adelina Ismaili, që na po jetojmë në epokën e Albinit dhe Vjosës. Në me kanë është Adelina ma shumë, me Albinin a me Vjosën, se halo nuk pedi. Paka shumë, kur të shkojsh në restorane dhe e lyp menyn, e në meny i ki 2 lloje të ushqimit, të dyjat janë mesh, ose peshk, ti s'mund është tash me thonë aty kamarjet, a mos ki edhe pizza. Qito janë në meny. Për momentin, në menyn tonë politike për më na udhëheq i kena qita 2. Albinin e Vjosën, ndaq merrin, ndaq lej. E rëndësishme është që në fund rrymen e pagun 300 euro. Me të parin, pra me Albinin e betisëm dje, tash na ka me rahatu edhe dytin. Mirë po, nëse nuk zgjedhet edhe presidenti, rënohet krejt ajo që ka kena ndërtu prom. E di. Po duna me qujt ndërtim edhe Dimal Bashën minister edhe djalin e Ukshin Hotit minister, pra jo Ukshinin, djalin. Çështja është kjo.
Albin Kurti nuk pedon vjusën, amon nuk pedon gjithashtu me udok që nuk pedon. Ai nuk pedon në mënyrë sekrete. Vjosa e ka bo ka pak nervoz në 5 vitet e funit, se ndërkombëtarët kur janë lidhnu me Albinin, kanë shku kanë cokat në derë të Vjosës. E Albini këto e urrejnë këtë sen me anashkalu. Albini ka nevojë për dikën në presidencë që nuk shihet si lojtar politik, qashtu qysh e ka Edi Rama Bajram Begun. Sepse atëherë në Kosovë është vesh një derë edhe një adres ku munësh me trokit. Për shembull, Vjosa pritet me shku në Washington me datë 19 shkurt, ku prap ka me taku Donald Trumpin për bordin e paqes. Në këtë iniciativë, Albini ka pas rël qatë sa kom unë në këtë iniciativë. Bile, jo që s'ka pas rël, s'ka pas as informata. Mirë po, iniciativa është shumë e madhe, e ka shumë implikime shtetënore, që me meti ashtë lojës personi që i ka fitu 51% votov. Gjithashtu duhemi me pranu. 51% e elektoratit që i kanë votu Albinin edhe guxohin, nuk janë qashtë në pret pe i mendjes që me dit që këta dy nuk janë një trupi vetëm. Pra, është vështirë me dit se qysh kishin me votu këta njerëz nëse prishën Albini edhe Vjosa. Deri në vitin 2021, Albini ka pas deklaru që as nuk fol me parti tjera për pozitën e presidentit, sepse është Vjosa. Kurse sot, tha që ka me fillu me fol me parti tjera për këtë temë. Wow! Që do të thot, është i hapun me një ide të reja. Dikush po thot që Albini i ka thonë Vjosës, sigurojti 30 në nënshkrimet të opozitës e unë t'i jap votat e mia. Kjo është sikur më thonë s'po du me të bo. Ku mi marrë shkreta. Sepse Lumiri po thojnë ka ambicje personale për pozitën e presidentit, masi veç e boni fet në zgjedhje. Gjithashtu, kërkush nuk mundet me llogarit në votat blanko deputetëve të LDK-s që janë një 15. Qeveria dje i ka marrë 66 vota. Nëse ja shtojmë edhe 15 LDK-s bojnë 81. Teknikisht votat e LDK-s e zgjedhin presidentin. Mirë po, nuk besoj që dikush për tyre mundet me llogarit në votën e Dullës edhe të Hikmetës, edhe ndoshta në kujt tjetër. Blas Lumiri. Në anën tjetër, PDK nuk po doket që ka kandidat vetin për president. Mirë po e kalon të hapur mundësinë me votu dikan prej familjes Jashari. Sigurisht, pe vitit 2000 tutje, familja Jashari gjithmonë llogaritet për president, ama në fund zgjedhet dikush tjetër. Unë edhe ma tutje besoj që Vjosa në gjuhën e formulave është në pole position, i ka gjasat më të mëdha për me u zgjedh. Mirë po Albini e din që nëse zgjedh Vjosën, le ta harrën raportin me Amerikën, si për të mirë si për të keq. Atë raport e mon Vjosa, kurse raporti me Vjosën për Albinin veç ka me u kompliku dhe ma shumë, sepse për Vjosën, nëse zgjedhet, që kjo është mandati i fundit për presidente. Se mas kushtetutës, president mundesh me u zgjedh veç në 2 mandate. Kjo manej e bën Vjosën me u pavarësu plotësisht për i kurtit. Sepse do të me planifiku çka ka me bo mas 5 vjetëve, se halo e re është. Nuk del penzion Vjosa nëse zgjedhet prap mas 5 vjetë. Unë besoj që mas 5 vjetë Vjosa synon me u kthyn LDK, ku prap ka me pas rival kryesor Albinin edhe vetëvendosjen. Pra pak a shumë në qëtë situatjena. Ona është për i dëshirave personale, unë me gjitha tënë mes të Vjosës edhe Bekim Jasharit kisha me zgjedh Vjosën. Kurse qysh kom thonë edhe ma herët, në disa postime. PDK ma shumë se sa për emnat përveçëm për president, i shkon mirë me u kujdes që çfarë do pazari që ta bën me vetëvendosjen për pozitën e presidentit, nëse bashkë do me bë pazar, aty me i shtin kombinim emnat që kanë me u zgjedh për gjykatë kushtetuese.
me kusht që edhe Glauk konjuftëse ne votojnë për president, aty më thonë çka bojnë ana për gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese është organi më i rëndësishëm shtetënor mas pozitës kryeministrit. Prandaj, është me rëndësi që gjyqtarët e kësaj gjykate mos me konë asistenta të Dejona Mihajlit, sepse çaty nalet, le të themi kushtimisht turri i Albin Kurtit për me vendos një farloj autokracie, që mos me pas institucionet pavarëna. Pra çështja është e komplikume, mos qit një bast për asnjënin për kandidatëve, loja është e hapun, halon nuk dihet kur gjo. Mujna mu kthy prap në pikën 0, me shku prap në zgjedhje. Edhe ashtu pak bajat për duket pas zgjedhje. Që kjo ke çështja prej Berat Buzhalis, do më thonë lidhur me çështjen e presidentës. Po, atja kështu ex politikës, o qanë se Kosova na gjithë kena më morë me politika. Ama Kosova ko jetë edhe për te politikës. Këtë javë, do më thonë gazetarët e Gazetës Nacionale, Eriola Cacaj, njëna prej gazetarëve, që i ndjek seancat gjyqësore, ka qenë në seancën e Naim Murselit. Do më thonë, i cili është i dyshuar i kryesor për vrasjen e ish bashkëshortës e tij, tashmë të ndjerë, Liridona Ademajt, bashkë me 2 të akuzuarit e tjere. Po ndjekim njerë storin edhe po dëgjojmë pak edhe Eriolën që ka po na thot për këtë seancë. Ta ndjekim bashkë edhe kthehemi. Kjo është kontratë borxhi, e vërtet, mes meje dhe zoti Pacova. Avokat nuk të kom po, për diri son... Me siguri nesër përfundan për Granit Plavën që i ka kryer 2 vrasje të pasqaruara. Është zhvilluar seanca radhës ndaj Naim Murselit, Kushtrim Kokallës dhe Granit Plavës për vrasjen e Liridona Ademajt. Në këtë seancë, Murseli ka vazhduar deklarimin e tij duke ju përgjigjur pyetjeve të prokurorës. Pasi që të 2 akuzuarit e tjerë liruan sallën, kryetarja e trupit gjykues i bëri të ditur Murselit se kërkesën për takimin me Begjet Pacollin i është refuzuar, ndërsa kërkesa për takim me fëmijët është duke u shqyrtuar. Na deri sot një çështje, keni parashtruar kërkesë për me komuniku me fëmijën, po me djalin kemi kontaktu me autoritetet suedeze, jam në pritje të përgjigjes së tyre. Ndërsa me kërkesën që e ke bo me komuniku me Begjet Pacollin, numër telefonit Zvicrës edhe me dhondrin e juj, ajo është kërkesë që nuk lejohet, sepse nuk këtë kategorit persona nuk e lejon ligje. Dhe me thonë, për ata 2 tjerë punëtorët jemi në pritje të përgjigjes nga autoritetet suedeze, sepse unë nuk kam kompetencë me i detyru ata me leju. Po e kom marrë kërkesën, po ta bona me dije që jam duke e trajtu. Hajde këto shërbimi korrektus e kemi pak ma... Më pas seanca vazhdoi me një email që sipas prokurisë, Naim Murseli kishte informacione që Granit Plava ka kryer 2 vrasje. Nga administratori i burgut, a keni kërkuar ndonjëherë që të vinë hetuesit për të biseduar me juve në shkresat e lëndës, të cilat janë të dorëzuara avokatëve tuaj, mbrojtësve tuaj. Ekziston emaili i drejtuar nga drejtoria, nga administrata e burgut në Podujev për nevojën për t'u dërguar hetuesve për dërgimin e hetuesit, sepse hapen fojzat. Janë pranuar informata në lidhje me të paraburgosurin Granit Plava, në të cilin thuhet përsëri hapen fojzat, Naim Murseli e ka një informat për Granit Plavën që i ka kryer 2 vrasje të pasqaruara. A i ka deklaruar që ka informata për një armë të fshehur të llojit Kalashnikov, pas së cilës prokuroria ka dhënë autorizim hetuesve
Ibrahim Sahiti dhe Nazim Dalipit që të vinë të bisedojnë me juve. A ju kujtohet kjo vizit nga ana e hetuesve në njësinë e Paraburgut në Dyz? Kujtohet ajo vizit, ata kanë ardhë pa dijenin time, pa kërkesën time, si dhe pa avokat e mi. Prokurori trupi gjykus po kërkon me u fokusu në objektin e akuzës, jo ishte kërkesa jonë. Ai nuk po e mohon që është takuar me hetues. Nuk e mohoj që jem takuar me ta, por e mohoj që ka ndodhur ashtu si që theti me kërkesën time. Dhe po ashtu nuk ka asnjë proces verbal nuk ekziston nga ai takim. Në seancë patet edhe tensione në mes të kryetares së trupit gjykues dhe avokatit të Murselit Shamsedin Piraj. Keni thënë që nuk keni pasur kurfar borxhesh dhe që kjo është pifje. Nëse nuk më e fjallë, avokat nuk thon po, për deri son jo, ne nuk dëgjoj. Ti je më dëgju mu këtu avokat. Ti të qënë dorën për deri sa është duke u deklaru prokurori, apo s'munësh avokat se ekziston një rregull ligjor. Po, avokat, tash dëgjoj, kjo pe pyet për çështje financiare. Edhe ky po thot unë e kom pas çështjen për shpifje kur kom thonë kin se e kom marrë liridonën me dorë. Tash kjo po thot ju fillim e thatë që ju dune me bot pyetje të tërshorta si maskodit ose po avokat. Pyetja s'janë tërshorta. Avokat, veç edhe një gjë po them, nuk thot decisivisht kodi kur një çështje duhet me u zbardhën që nuk lejon edhe pyetjet e drejtë për drejta. Ki parasysh edhe këtë fakt. Kodi i procedurës penale. Avokat e di. Edhe në fillimin i tregova, avokat e din kodin mos interferoni pa nevojë. Edhe atë vërejtjen e juj, po prokurore? Prokuroria Rasit përmendi edhe borxhin e Murselit ndaj Begjet Pacollit në vlerë 100.000 euro, ku ky i fundit tha se këto borxhe janë shlyer në mënyra tjera. Për shpifje keni folur në pjesën për çështje financiare. A ju kujtohet kjo? Jo, si do qoftë edhe ajo nuk është e vërtetë. A mund të na sqaroni çka nuk është e vërtetë? Nuk më thonë që nuk kam borxhe, por ato shuma që përmende nuk ekzistojnë. Për të cilat shuma konkretisht po mendoni? 500.000 euro. A e keni kontratën për huazim me Begjet Pacollin në shumë prej 130.000 eurosh? 30.000 euro ja keni kthyer, ndërsa 100.000 kanë mbetur. Ne nuk e di a shifet e ju më mirë, na im kjo është kopja e kësaj kontrate dhe mund ta shiqani. Kjo s'ka lidhje. Ja edhe kjo këtë tjetrën, shifeni lartë që ka shkruan. Kjo është kredi në bankë ekonomike, nuk ka të bëjë kjo me Begjet Pacollit. Nuk ka lidhje kjo me Begjet Pacollit. Po nuk ka lidhje kjo me Begjet Pacollit. Bile është shumë gabim me përmend. Po e kena. Unë e pa vëzën për rrasë, jo për krime ekonomike. Ka dalë brenda, ka dalë veç pak. E din, nuk, kur gjë nuk, veç prova që janë... Agnes, apo e epna imit me pa këtë pjesë? Kjo është kontrat borxhi, e vërtet, por... Mes te edhe? Mes me edhe zoti Pacollit. Në rregull. Shuma? 100.000 euro. Dhe thot këto, ka normë interesi vjetor për 0%. Dhe nuk tregon kur ka qenë përfundimi i kësaj borxhi. Afati se keni para pa afatin e shtyrës borxhit. Okej. Agnes merr. Vazhdoj do posti. Do të thotë ky borxh ekziston. Ka ekzistuar po. Por është shlyer në mënyra tjera. Murseli u ballafaqua dhe me një mesazh që sipas prokurores ja kishte nisur Granit Plavës një natë para vrasjes së Liridonës. Pse jeni takuar atë ditë me Granit Plavën vetëm? Sepse kushtrim Kokalla më tha ta takoj dhe ta pres kushtrimin pastaj.
mu bashkangjit. Sa kohë jeni njohur tërësisht me Granit Plavën? Për sa kohë? Nëse jeni njohur maksimum 1 muaj, pse keni pasur nevojë që të ndëgjoheni çdo ditë dhe të takoheni aq shpesh? Nuk është vërtet që jam ndëgjuar me ta çdo ditë. Unë jam takuar me ta vetëm kur ka qenë kushtrimi, kur ka qenë me kushtrimin. Duke pasur parasysh që pas vrasjes së shoqes suaj, nuk kemi mundur t'i gjejmë telefonat tuaj, e kemi bërë ekspertizën e telefonave të akuzuarve Granit Plava dhe Kushtrim Kokalla. Ndër të tjerash, ekspertiza e telefonave të akuzuarit Granit Plava na ka vërtetuar që ju 10 ditët e fundit para vrasjes së bashkëshortes suaj rregullisht keni komunikuar me Granit Plava. Konkretisht, 1 ditë para vrasjes me datën 28/11/2023 në ora 19:41 keni dërguar mesazh Granitit me përmbajtjen si në vijim. Shok, presje, me siguri nesër përfundan. Presje, atë ka thënë kuqa kë shkronja e madhe, presje, që paradite, byllën thojsa. A ju kujtohet që ja keni dërguar këtë porosi natën para vrasjes bashkëshortes suaj? Jo, nuk kujtohet. Okej, tash jena stu me Eriolin, do më thonë se e ka përcjell seancën në gjykat. Eriol, që ke mas pari, do më thonë, ti e ftuara e parë, po më do këtë burimi ka qenë për para në jetin vend, më falet dyta. Këtë që kjo është, do më thonë, që shemojnë e emisionin kështu, edhe, po na duhesh tash me na tregu pak detaje për mjë këty seriozitetit, sa ndodhe në seancë. Ke mikrofon nëse më dhesh. Po, do më thonë se do, a përshet tëra kushtet e kem, tregona paka shumë çka ndodhi edhe çka po pritet me ndodha, deri ku është procesi. Nëse më bën mend doçan edhe herën e kaluar kur kena fol, kom tregu që intervistimi i Naimit, deklarimi i tij tek pyetjet e avokatit kanë rënë në kundërshtim me deklaratat e paravrake që i ka thonë. Gjatë ditës së djashme prokurori Arasit e ka pas mundësinë që ta ballafaqojë me ato deklarata që i ka jap herët. Është përmendur plot gjëra, ka pas edhe përplasje në saj. Cilat u janë kundërshtimet e dukshme më fal. Po. Kështu që po vret që po del në kundërshtim me ato që ka thonë prokurori. I njëjti çdo herë po mohon që ka pas burgje. Dje prokuroria ja ka dhënë disa dëshmi që ai ka pas burgje të shumave të mëdha, ndërto kanë qenë edhe te ish shefi i tij Bexhet Pacolli. 100.000 euro që kjo është përmend. Gjithashtu edhe të tjera ka pas mesazhe, ka pas përplasje, ka pas takime të refuzume, ka kërku që takohet me Bexhet Pacollin, ka kërku që të takohet edhe me fëmijët e tij, ndërsa sa i përket kërkesës së parë, gjykata e ka kundërshtuar dhe ja ka refuzuar, ndërsa për tek fëmijët kanë thonë që janë duke biseduar me autoritetet suedeze. Okej, e që kjo ekzaminimi telefonave është bo? Sa i përket ekzaminimit, do me thonë telefonat e Liridonës, tashme të ndjerës, dhe të Naimit nuk janë gjetë. Ekzaminimi është bo vetëm të këtë dhe të akuzumëve tjerë. Granitit edhe kushtrimet. Okej, do me thonë telefonin e Murselit nuk është gjetë? Jo, as i direkt. Okej, qa ka thonë kjo për telefonin e vetë, ku e ka? Ja ka marrë hajnë, da? Po e ka marrë hajnë. Në natën kritike. Graniti cili ka qenë? Graniti ka qenë, do me thonë akuzohet që ka kry vrasja. Po. Dhe këta, do me thonë Naimi gjatë tërë kohës e ka muhu që ka pas kontakte vazhdueshme me Granitin. Dërsa si pas ekzaminimit të telefonit që ka thonë prokuria që ata në 10 ditë të fundit kanë pas komunikim të vazhdueshëm. Ajo që ka qenë edhe pika kryesore gjatë ditës së djashme, që ku mujtë one si gazetare me kop, ka qenë një mesazh që është gjetë tek telefoni i Granitit, që Naimi një natë më herët ja ka dërguar duke i thonë që shok kjo punë kryet nesër. Shkruaj Naimi. Naimi ka shok Granitet. Okej, Eriol, paka shumë me kuptum veç nëse mundesh me na tregu në cilën fazë ndodhet shurtimi gjyqësor, sepse po na flet për ekzaminim telefonave kështu kur pritet me përfundua pe keni sa është koza gjatë, domethënë si proces që ka shkuar, edhe është
Tashme deklarimin e tij na Morseli e ka dhënë 2 seanca, mirë po ende nuk ka përfundu. Pra jemi tek deklarimi i të akuzuarve. Që na imi si kryesori i këtij rasti ka qenë i pari, i njëjti pritet që më u përgjigje edhe në pyetje të trupit gjykues në seancën e radhës. Që është staptuar për jo të tjerë. Po, domethënë në muajin mars, ndërsa më pas kanë me vazhdu tek kushtrimi, edhe në fakt një herë është graniti, pastaj tek kushtrimi, edhe që fjala përfundimtare i bën diku nga mesi i prillit, mos gabofsha muaj 4 i këtij vitit, edhe më pas edhe vendimi final i trupit gjykues. Eriola, faleminderit shumë. Na kemi me vazhdu, do më thonë Eriola ka me vazhdu me ndjek seancat në këtë rast, edhe keni me u update me të rejat e fundit që ka ndodhë në për këto seanca. Po e lirën, do më thonë ti, shkën, edhe e nominon në i gazetar tjetër, që ta vina e të tjerë, lejme e Pra, 2 arsye. Okej. Kthehemi pas pak. Atëherë, si që thamë edhe më herët, në Kosovë nuk ka veç seanca të kuvendit dhe mbledhjet qeverisë, po ka halle të qytetarëve. Gazetari jonë Burim Paculli ka realizu storjen në fshatin Bardhësh. Qërë është të troket dhe më? Po, se po troket Burim Paculli. Hajde Burim. Okej. Hej, kujezia. Shëndetje Paculli. Po ndjekim as pari storjen edhe pastaj kthehemi me burimin këtu. Që kjo është rrujo për pak që u bone për mas krejt. Do të jam i gjitë kjesa që shtu në kom, me dollë tek tërë të atje që me të leon dikosh. Për me hypë në autobus. Për me hypë në autobus. I len kjesat atje, do të më mnu tjera të kjese për me ardhë më putë shtu në lëq. Që i pas ka bo shpis kënej. Fëmija s'pujnë, as në shkollë, as nuk bje kombe, as nuk bjen, se fëmija që dolin që tu për zhyten, helazve, të merë rëbu. Përshëndetje Burim, jam një banor nga Bardhoshi i Prishtinës, desha t'ju lës të dilni të shikoni një rrugë këtë në çfarë gjendje të tmerrushme është. As nuk mundën fëmijët të shkojnë në shkollë, është në gjendje të tmerrshme. Rruga Adriana Abdullahu, 1.5 kilometra nga Albi Market. Hajde shkojna e gjejna si të rrugë. Qata janë që mundsojnë operimin tem teren, posta Ize, super customer service, super shpejtësi në dërgesa, vizitojeni Izis post të keni edhe në Instagram, hajde. Jemi të rruga Adriana Abdullahu në Bardhësh, që shpo e sheni këka e pa mundër këto, edhe qytetarët këta me kese po silni qishto, a? Vëllohi veç me kese, pa kese nuk bënë, që? A pe ti pas këtë punës, a këtë djali me gumë të bardhë? Po vëllohi ndryshe, se s'po nalojnë asë në kafe. Që çdo ditë qishto, asë në kafe së din. Edhe në zonët që që po shkojnë, se s'po i lojnë asë me inë mrena shkollë. E vërtet. S'po i lojnë. Asë market, asë kërkun s'lojnë me i, heq. Asë market s'lojnë me i veç lëq, këtu, po olë të mpeshe edhe vetë. Jo, o mirë me morë një pastrusët juven me pagu. Ku të ne? Mjë nejtë më roba me qëka. Pasë rrugat e ty në tjenë... Hej, do me thonë që të jena në rrugën Adriana Abdullahu. Këtu ka të merë, do me thonë, prej asfalti po përfundën deri në gjyse pas kanë shtru. Unë e këmë cekë edhe kryetarit në zedhe, edhe më ka omë nëse fitojone, hajdi kom ja u kry këtë rrugë. Për parim Roma? Për parim Roma. Unë e më shkue, kurse ata sigurimit atë pasaj ka omë, ka omë së është e mund, me s'mun është më taku me ta. A ty personalisht ka thonë? Mu personalisht. Se dhe sët shkojna, para zyres atë që më ka omë së më taku është sët me ta. Shka po kërkesë më ka omë komunën e reja tje te drejtoria e rrugëve. E investimeve, po. E që kjo është problemi. Kjo është problemi që çdo ditë na kalojnë ashtu. Po. Po doket që shkalohet. Ja, këtu ka të merë, që qaj pas ka bo shpis kënej. Do me thonë, sigurisht pej kerrave kur vinë kënej që kalojnë. Merë të Burim, të mija s'pujnë, as me shkollë, as nuk bje kombe, as nuk bjen, se të mija që dolin që tu po zhyten, helazbe, të merë o burë, që të këtërt atje kam pru, pe aty që ato, e kalon pa asfalt. Salzoni jo që sa është në që gjendje që shto? Kjo që gjendje është gjithë. Pasë më gjithë thuj. Gjithë. S'ka pos asfalt, kërë? Jo, veç, asfalt, veç so kena mujt na me mojt, qështu me zhavar me rasi. Në për malë merë shumë gore, sene, që mojshëm, qështu të shumë. Zhavar nuk kanë shtru do? Ja, po lëq kanë shtru për asë gjithë, që kjo bolë që ka, lëq kanë shtru vëlloj.
Po, ta e kam bo se su konë që në qitë mjerim, se na që është ta ishme ma mirë. Qërë, të merë, që. E lon kërën të zotëri Burem, e lo kërën qitë bje pepe aty dëktër të asfalt, qitë bje këtu, heloq. Ja, të ngeki me kërë, mo do të me lo vetë në shpet, Po, vëlloj, pleq, ashtu nuk i lojnë, vëlloj, me dollë me hypë në autobus, qitë vinë që të pleq, vërët, me dollë aty, si le kërkosh me hypë në autobus, të merë be. Ja be, në autobus si lojnë me hypë për shka kloqit, po do? Se bet loqis lenë. Do të jam i gjitë kesa që shtu në kom, me dollë tek tërë të atje që me të leon dikush. Për me shku në autobus. Për me hypë në autobus. Për me shku në autobus. Kena fëmi që shkojnë shkollë, kena fëmi që kam punat edhe duhet me dollë me kesë për të isha të. Sa shtëpi janë që kanë qasje në këtë rrugë? Që kanë qasje në këtë rrugë, t'i kanë afër 40 e diçka shpive. 40 e diçka? Po, mos që afrohen 50. Wow. Qëra eksperienca me vëtur, do me Po, thonë? që është farë meri është kjo. Kjo është të merë. Vjen ku me ditë për i kuhit, edhe që ku hinë. Nuk është që me thonë rrugë e gatë. Qa ta do shta me të pytë, a në kalëzën sa për qëfar si përfaqe jena të folë këto? A i ka gjys kilometre? I ka gjys kilometre. 500 metra do me thonë, kjo mbarën atje të ajo lagja drilën. Të ajo lagja e rejë që është atje, po, që atje? 500 metra, gjys kilometre. Gjys kilometre. Gjys kilometre për fundan këto. Këto e kanë qitë qëta lësh që kanë qitë para zjedhëm, edhe po shijet që po, se kjo nuk u bo që shtu, po e vetëm kër i kanë qitë para zjedhëm qëta lësh. Po, që ta kanë bo. Qysh lësh para zjedhëm? Lësh, dhej e ndërum. Gjavara? Po jo e ndërum, lësh është, abishe, lësh është kjo, vloja. është që shkrijet, është që të kapet kjo lësh. Është që gurë, s'ka që të... Po s'ka gurë, vlo, s'ka gurë. Qëre ku i ka pas kjo pozën e Qëre ku a pozë që këna blek, këna shtruna. Jo, që to veti kene... Po, që ke bozë atyne. Me mjetët juja? Me mjetët vetanokit tonat. Kurse ta një këta në zjedhe në orë dhe kanë qitë ta lësh këtu. Qysh po e shenë e njerëz, që kjo është eksperienca në rrugën Adriana Avdullahu në Bardhash, qëre ne, mos këta dollën me kesë, që shto, e kishim bo praktik, do me thonë, me kalun këtë rrugë, për shkak se është... Për me hyp në autobus, ta është e logarete, sa herë të hypsh në autobus, 5 kila lë që i bonë me vete. Këtu po flasim për një rrugë njerëz, në këtë gjendje e cila është rreth 500 metra e gjatë, gjysmë kilometre, qëre eksperienca do me thonë kënej. Fatkecia e këti qytetari tjetër është që s'pas ka kese për të. Definitivisht, do me thonë, që kjo është rrujo për pak, që u bone për mas krejt. Do me thonë që shtë ti, gjdo dit? Jo, gjdo dit, pak tu nuk që del, që atje du të mi hje keset. I len keset atje, du të mi mnu tjerat keset për me ordë më pu që tu në lëq. Të merë, për shedhe vetë, nisan që jo të duke të ndërum. E vërtet. Që, të merë, nisan që po duke, të përshet merë. Që ashtu me fmi, me pleq, me krejt fijen, do të vëllohet pakese, nuk le kërkosh as në autobus, as nuk le në shitur, as nuk le se me shti, me lëqe, me shkum ja bo atë, nërmalë. Po të kuptaj. Qita shtina, po nisemi drejt komunës së Prishtinës, mu ishëm me ronë kontakt rrugës me dikën prej drejtoris, nuk e dija jenë emënu drejtorat e ri, o të merru bo që kjo kese. Nuk e dija jenë emëru drejtorat e ri, si do qoftë, të këshyrëm që ka po nga thojnë, të këshyrëm apo nga lejmërohët dikush, pëshini edhe vetë gjendjen dhe me thonë, nuk dënë koment. Hajde? Prej komunës, nga thanë që halon nuk janë emëru drejtorat e ri, me përparim ramën, thash, a më nësh me malon në prej zyrës për media me atë qikën, me malon në intervjiz 2 minuta, tha s'ka shans, është me pal, nismi një mail. Unë e ja unisa qëtë email komunës së Prishtinës, e pyta kur ka me o intervenu, cili është plani i komunës me intervenu në atë pjesë, sa i përket asfaltimit, a ka nej plan dinamik, si do qoftë kërkova me urgjencë, me sanu përkohësisht me hedhë zhavër, deri sa të vjen koha e asfaltimit asoj rrugë. Na po e presim përgjigjen prej komunës, ora është 2, kena me pritë edhe një 3 orë. Nëse nuk i marrim përgjigje, kemi me postu që shto storjen, që ka shpej me e unë jem bërëm pacolli me që ta më rëngjenin këtë platforma. Siguroni një follow me ma bu.
Okej, si kjo ke historia e burimit në Bardhësh, domethënë atë therën burim pak me fol, i ke pas s'ke mujt me ron kontakt me Hysen Durmishin, domethënë për Vrani Dall. Je myt të shkruaj. Realisht, 2 herë ka qenë i qatshëm, 2 ose 3 herë në fillim, për shkak se kum bo reportazhet vazhdueshme, kum nejt në rrjedha me ato derisa ato jeni kanë një herë. Po, mirë po qytetarët vazhdojshin me më shkru, çdo ditë u kthy gjendja më parshme, një herë intervenun aty, hodhën zhavor pak, mirë po puna e zhavorit po është e përkohshme. Po është fluide, po lëviz, për shkak se në momentin që po ka të rreshura, në momentin që po ka të rreshura po kthehet gjendja më parshme. Domethënë zhavori është veç një mos e përkohshme para asfaltimit. Nuk t'i kthejke mo? Jo, nuk u përgjithshke. I këshur ke fjallë, i bëj kesin. I bëj kesin vazhdimisht, mirë po filloj mos me u përgjigj edhe mas nej vazhdoj qashto. Unë dyshejsha në fillim, thash mos, jo në fillim, që tash ka fundi, kesha dyshimet e mija në fillim, po që tash ka fundi, kur u emërun ministra, tash sigurisht e ka di që s'ko me qenë mo minister. A ke nem kështu që... Jo, po me nej sështë koj. Jo, që s'ko pa e burimit, që bëhet e ka di që s'ka me qenë minister, dhe i ka ro ka pak edhe entuziasm. Shato e me nejsha. Ka uruan Dimal Boshën minister, urime Dimal Bosha. Urime se gjithë dhe mas shumë një me për Dimal Boshën i mora sinjalet e para, e buna djeni status. Tash me Dimal Boshën pas këm me pos pun tash mas, hajli ho, beden. E më shkrujti dikush i afërt me të me gjasa, është i afërt në partije, është shok i ti, më tha besëm që ka me qenë shumë i qasë. Qa shtu hojnë krejt Dimali? Ka me qenë vazhdimisht i qasë shumë, tha bile nesër, tha unë e ko me full me të dhe ko me spiku dhe ko me kalzu statusin. Kjo edhe ma interesant. Po, okej, kjo është... Realisht qka është e rëndësishme, më falë që bëndër prejo qanë, qka është e rëndësishme me cek që këta nuk e kam për obligim detyrimisht se pesha aty në komente vazhdimisht kom të kush jete me të përgjigj të sun përgjigjet mu i përgjigjet shtetarit. Sonin që ka rusha të qashto. Ato janë 10 ramira për shembull që lajmërohen, edhe ai e zgjidh një problem qytetar. Sim çat problematik. Ti në fakt e lun në rolin e ndërmjetësuesit që do, domethënë e paraset problemin, ai e sheh edhe shkaku i rëndësishëm. Refuzon me u përgjigj, s'u mlen keq mu, normalisht. Keq njerëzit që janë të prekum prej çati problemi infrastrukturor. Një pyetje që i kish interesu krejt shikuesve, domethënë ke drejt sa rrugë burim te afër shtëpisë tone. A është rruga Endres? E të mërshme është. Nga media, se kur s'ke po story për rrugën tane, a veç ke menu se për veke. Përshëshën mëre. Ajo është i gomni, 3 mas pare që kjo është do është mi kësyr faktet me i verifiku se 3 storje i kumbo të rruga Ulza. Po ta zhvillimi i fundit është që nuk janë kushtet optimale për me shtru asfalt. Se ka pos aty shumë fillimisht me rrjetin e kanalizimit, pastaj kablët, ka pas shumë gëropa me hape dhe me intervenu me i vendos ato kyqje dhe atë, dhe tek që tashtë janë kryen për fundim. Tashti është faza e fundit, do me thonë, me krijimin e kushteve atmosferike, duhen atë që po foljon sikur me qenë përgjithë drejtori, mirë po folit gjithë një si pas përgjigjeve dhe informacioneve që i ku morë prej komunës, është shumë ofert, do me thonë, asfaltimit, si t'jon kushtet optimale për me u asfaltimit. Unë se pas na ditë se te atë rruga Ulza, ti thuj rruga e Burim Pacovit. Po të konvenon me mështin forka me kojshi. Jo. Ato abonaj. Ja jem atë kjo rruga të shpia Burim Pacullit e kom posë që është atë. Mirë po tash të jo është mirë na me mojtë Burim Pacullit, shmja vodi qysh me kushërit e burimit, që na me mojtë përgjegjt burimin me shtime shkute që e rruga të shepat Ulza. Cila Ulza, po. E kur ju ka thonë që e kryet? Ka tash si minister. Kure, tërfundim është, se më ka ro me fullë me pun krysin ato, se kojshi të e pikovën, delqa, o gati bre, ta mënë të pyty. Po dhe ju njeri se për një me përna, kur po të prek edhe ty personalisht, pe kuptën ndrysha kur po shkën gjysore, po bën storje, po kur po ekspozohesh edhe ti në situata tilla, po e shetani ta mënë në dorën e parë, sa sfidu se e kanë njerëzit që e kanë për një kohë shumë atë gjatë, nashta rrugën para shtëpisë që ashtu. Për shembull, shkyp në Bardhësh, i thash, që sa është që ke gjendje, pa i qoj dur, thash, gjithë u konë që ke gjendje, do me thonë s'kish pos asfalt korë, aty, që ajo po t'nimon me u mishru mas në edhe me problemet të njerëzme. Burim, falenderit shumë, do më thonë për krejt sharimit që na i dhe, edhe gjithsesi dëgjohemi prapë, do më thonë për me qenë në rrjedha edhe që apo ndodhë në Vrani Dall, edhe qysh po e ki komunikimin me ministrin e ri. Po, falenderit për juve që më thërët, po këtejna me montu. Okej, hajde, lushkemi.
Okej, pas qytynës storeve të Burim Pacollit edhe sqarimet që na i dha, tash kemi me shku te gazetari tjetër i cili merret me zhvillimet që ndodhin në seancat gjyqësore kundër ish-krerëve të UÇK-s në Hag. Kemi me shku te Besian Beja për mi marrë sqarimet e fundit, domethënë detajet e fundit çka është të ndodhur atje. Ka fol prokuroria, kanë fol avokatët për palën mbrojtëse. Atëherë po shkojmë te Besiani edhe e shohim bashkë sa po na thot. Çit mikrofonin vera. Sigur flamurin kuq të zërë, Se Besionin së në shëdi sonë të niset për Hog, nuk e di ashtë aty halo. Okej, do më thonë ka me shku edhe atje. Tash po e pëse për detajet. Shkojna bashk. Zotri Beha, Arbri po na thëtë që keni me udhthu për Hag. Erdha me i marë lajmet e fundit, çka ndodhi? Ka pas zhvillime shumë, edhe veç deshte mi ditë, do më thonë, zhvillimet e fundit, çka është ndodhur në Hagë dhe çka po pritet tash që kemi udhthu atje. Janë fjalët e fundit, o qanë, do më thonë, janë hapësira e fundit që polët e kanë për me i binë gjyqtarët që ata i kanë provat, ata janë në anën e drejtë. Normalisht e nisi prokuroria me hapësirën më të madhe dhe me një kërkesë për dënim për 45 vitesh për secilin prej krerëve të UÇK-s, në total 180 vjet, edhe në rast të tilla jove që e them unë, po e thanë edhe shumë juristë që kur prokuroria e kërkon një dënim kaq të lartë, është frika që rasti tyne nuk është aq i mbështetur në prova e dëshmi. Do më thonë, bazuar në ato se çka e kanë thonë disa prej prokurorëve, nuk është thonë diçka e re, nuk është shpalos diçka e re, përveç një akt akuze të cilën e dim tash e 5-6 vjetë dhe që nuk ka pas shumë dallim edhe prej akt akuzave edhe prej rasteve të tjera që kanë qenë tribunalin e Hagës. Në anën tjetër mbrojtja besoj që e kanë ndjek një strategji që është marrë paragraf për paragraf me çdo pretendim të prokurorisë dhe ka synu që me rrëzu këto pretendime, të nis prej avokatit të Thaqit, i cili le të themi i përmendi edhe rastet ku prokuroria e ka huq, që shka e rasti me Gjergj Dedajn, për shembull që i ka rah hija e dritës në duar, e prokuroria ka thonë që janë shenja të dhunës si pasojë ndalimit prej pjesëtarëve të UÇK-s në Qerez, edhe shumë raste tjera, domethënë, po elementi më i rëndësishëm është se qysh prokuroria ka synu me i denigru diplomatët e njohur që kanë dëshmuar në mbështetje të Thaqit, përfshirë emra si James Rubin e Wesley Clark, ka thonë që nuk kanë pas shumë informata për UÇK-n edhe me një mënyrë Hashim Thaçi i ka mashtru. Domethënë një djalë i ri në atë kohë 29 vjeçar, kish pas kapacitet me i mashtru figura të rryera me karrierë tepër të madhe, edhe këtu kanë qenë elementet kryesore që i ka përmend mbrojtja e Thaqit. Tash i kemi domethënë përmbylljen e fjalëve përfundimtare të mbrojtjes, javën e ardhshme unë do të jem atje, normalisht e kena me njoftu njerëzit për krejt zhvillimet. Do të jetë pyetje të trupit gjykues, përgjigje të polëve, edhe më pas 4 krerë të UÇK-s do të kenë ka 20 minuta në ditën e mërkurë me 18 shkurt, pasi me 17-ën është festë kësaj radhe, gjykata speciale ka vendosur me pushu për festë zyrtare. Po, se zakonisht caktë ishin seanca. Po, domethënë tek pas një reagimi tepër të madh publik edhe raportimeve që i bëjshin mediat në Kosovë, me një mënyrë uzmbrapske për seancave që mbaheshin me rastin e festës, edhe i bën që jemi në fund të procesit, edhe për me u asharu njerëzve, domethënë pas 18 shkurtit, gjyqtarët i kanë 3 muaj kohë për me vendos, përveç nëse kërkojnë edhe një afat shtesë, do të thotë në rastet e jashtëzakonshme dhe mbetet me u pa, do të kërkojnë për këtë rast, edhe mbetet me u pa vendimi, domethënë është fundi i procesit. Do thotë mërkurën kanë me folë edhe ish-krerët e UÇK-s se kanë mundësinë kanë 20 minuta the apo? Saktë, domethënë kaq është koha që ja u ka caktuar paneli, ata munden me fol më pak, munden me fol më shumë, ndoshta dikush edhe nuk do të hiç me fol, është në bindjen e tyre, po besoj që do të flasin gjatë kësaj kohe ti kemi kanë atje, kemi raportuar prej atje. Po, prej të diellës në mbrëmje deri të mërkurën në mbrëmje jam në Hagë, domethënë kështu që edhe përmbajtjet e këtij videot edhe raportimet kena me usjell njerëzve në kohë reale. Okej, faleminderit shumë Besian. Shihemi. Okej, çto domethënë kanë detajet e fundit rreth zhvillimeve se çka është ndodhur në Hagë, po i lajna videot prej prokurorisë atje në Hagë, domethënë çka ka pretenduar, çu ka pretenduar që Hashim Thaçi si një djalë në 29 vjeçar i ka mashtruar
James Rubin edhe Wesley Clark, do më thonë njerëz të njohur ndërkombëtar, figura ndërkombëtare, figura të njohura, edhe njerëz që kanë punuar ngushtë me agjenci të huaja të inteligjencës. Pra të shohim mas pari videon pra pretendimet e prokurorisë, pastaj shohim edhe videot prej dy avokatëve të Hashim Thaçit dhe avokatit të Kadri Veselit, ato që i përmendi pra Besiani. Ju mos harroni edhe javën tjetër qëndroni me ne për me i ndjek në kohë reale krejt raportimet prej Besian Bejës që vijnë prej Hagës direkt se çka po ndodh atje. Hashim Thaçi is innocent. That is your starting position as you commence deliberations. We know he is innocent at this point in the proceedings because the law requires you to presume that he is innocent. Believe it or not, I have heard presidents of international criminal tribunals give speeches where they get this wrong. They say, a finding of not guilty does not mean we said they were innocent. That kind of thinking misunderstands what the entire process of international criminal trials is about. You have before you 4 men whom the law says you must presume to be innocent. These proceedings have been brought because the Specialist Prosecutor's Office has come forward and made the claim that they have evidence that proves beyond any reasonable doubt that they are guilty. And so, for over 5 years now, we have been engaged in a process designed to put the Specialist Prosecutor's Office to the test and to see whether they can prove their allegations. This trial is therefore not an examination of the life of Hashim Thaçi. It is a test of the SPO's claim that Hashim Thaçi should no longer enjoy the presumption of innocence. When you commence your deliberations, you will start from the position that Hashim Thaçi is innocent, and then you will assess whether the evidence presented by the Specialist Prosecutor's Office has convinced you beyond any reasonable doubt that Hashim Thaçi is guilty. If the SPO has not convinced you, if you conclude that there is at least one reasonable explanation of the evidence other than that Hashim Thaçi is guilty of the charges in the indictment, then you are required to find that the SPO has failed and enter a judgment of acquittal. Hashim Thaçi will remain innocent as a matter of law. Slide 5, please. We submit that in your deliberations, you will come to the inevitable conclusion that the SPO cannot meet its high burden of proof. It's because they have no case against Mr. Vasili, and they have to flick-flack in all directions, like in a circus tent, to come up with something against him. Desperation leads to the ridiculous in our submission. And if the SPO says to your honours, well, they've had to be innovative in these big testing international cases where there are all kinds of dynamics at play, that is not a credible answer. Where there is no evidence, the only proper course that a prosecutor should follow is don't bring the case. Standards cannot be lowered under the guise of fighting for justice and ending impunity or for whatever other reasons. Number 5, Your Honours. Persons who allegedly could have given evidence to support the prosecution case, bizarrely were never called as witnesses in the trial. So, for example, witnesses who the SPO claims say my client was involved in some way in any criminality were not called. Instead, they called persons who heard this second and third hand. For the persons taken away that I referred to yesterday, the source witness who the SPO rely on was not called to testify. Why? His account, when relayed as hearsay by another witness who did testify, did not even confirm that Mr. Vasili was involved. Was this the reason he was not called? He would not say Mr. Vasili had anything to do with it, which he did not.
This underlines again the need to have him in person in court to examine him. There is no reliable evidence other than a collection of hearsay of this allegation and all the others. The internationals, Jamie Rubin, Wesley Clark, were essentially duped by 29-year-old Hashim Thaçi. Do you really believe that? We have a man who's just was recently a student, spent time in Switzerland, would be able to dupe these esteemed people that we have talked about? Of course not. Now, all these witnesses came here, and they all shared something with you. They said there was no effective command and control of the KLA. There was no political structure. Hashim Thaçi was not in charge, and the armed conflict ended in June '99. The SPO does not want you to focus on that. In fact, so much so that they didn't even call these witnesses who were all over the records that have been in these proceedings. They chose not to interview them. They chose not to even call them. Instead, the prosecution comes here today and basically engages in evidentiary gymnastics, trying to twist and turn the facts, contorting, hoping that you don't see that they have missed the mark. They all come from different walks of life. They corroborate one another, and they send and share with you the exact same picture, that Hashim Thaçi is not guilty of the charges for which he has been brought to these proceedings. The prosecutor concluded in her remarks that the KSC is becoming a regular and conventional court. I fear that instead of this court being a model of what we want the rule of law and courts to be, because of this prosecution, it is becoming a symbol of what we're trying to prevent. So this case will be in your hands. I invite you to read the testimonies of these international witnesses, these people whose life work was made available to you and were able to share real stories from the real world about what happened in 1998 and 1999. I would suggest is because the SPO considers that Mr. Yashari was an unnamed alleged JCE member. No other reason can justify such reference to him. It's an inescapable consequence of the breadth of the JCE that's pled by the prosecution, which sweeps up everybody and every senior KLA member in its wake, even Mr. Yashari. But even now, I have little doubt that the prosecution would refuse to answer a straight question if you asked them, was Mr. Yashari part of the JCE that you alleged? If it was really their case that he was, they should own it transparently and openly. But like much of their case, Your Honours, they hope that you will gloss over these difficult questions. You must not allow them to do so. Kështu kem video do më thonë prej zhvillimeve sa ka ndodhur në Hagë dhe asaj si tha Besiani, mos harroni javën tjetër keni raportime në kohë reale prej Hagës, se çka po thonë edhe shkrerët e UÇK-s nëse vendosin me fol fjalën e tyre. Arbër kemi ardhur në minutat e fundit të emisionit. Po. E kam hapur edhe laptopin, do më thonë se është rubrika e AI, ndoshta një prej rubrikave komike. Komike, por që edhe e nevojshme shumë, sepse po e bën nomin inteligjenca artificiale, Këtë javë fotografinë e parë cilën unë ndoshta me shfaq për shikuesit është një propagandë, një gënjeshtër e cila po qarkullon se Agim Batiri, deputeti Agim Batiri nuk e ka një rëndur. Këtë mund të kështë e vërtet. Po, si atë pak edhe në rondë jenë të e lidhë në shta në formë ironike kështu, po... Pse? Po që ka thonë kam e këpu dorën e nuk e votoj kur shikon të listë sërbe. Agim Batiri
Se me thonë është? Nuk e di se ka thonë, do më thonë na i spjegon Agim Batiri, po do më thonë tash eskalojnë këtu si të humoret me AI, do më thonë qa bojnë. Me tërke po do këtë montaj ma e thjesht, kështu po nuk e di deri ku kanë shku. Jo, në vazhdojnë nuk e pas në ditë për këtë deklaratë zëti Batiri. E folëm fillim të emisionit, po shë pak edhe mosha. Unë e pota veç më spjegu që i kote dhe durt. Nuk e pota për. Besoj që edhe vendosim e vetë pse keni votu si misin, thojnë jo kem harru atëre si këna thonë. Që ato nuk e di pse, veç kur e posh, tani tu scroll në Facebook e posh një fotografi tjetër që anë ku zoti Batiri shihet në spital, aty përshkruaj se ka shku me bo për atë dorën. Unë nuk e kuptesha pse. Jo, ti shumë mirë, po rëndë më thonë kështu neutral, me këtë varfusha më i pas i zedhë fotografit ma të randa në herë në emision që i kemi posë. Po vetë ka thonë. Qytet, jo, e ka thonë, pse ka thonë ashtu? Ku ka thonë? Tash do ta lujtëne. Jo, në fakt, do më thonë është mirë qytetarët me ditë s'pako që nuk janë reale, do më thonë qëtu. Kjo në fakt është reale, po dhe ka qenë ai vizite. Këtu ka qenë kryetari i komunës së Mitrovicës, ka qenë ai vizit në spital. Okej. Fotografia është tjetër, besoj se po shkojnë edhe atje me radhë, kështu ça procesim, është Dimal Basha me një kamionetë lodër. Okej, tash si ministri i infrastrukturës. Është, më thonë, të shku te rruga e Bërën Pacollit për mjashtru me asfalt. Vrani doll. Jo, vrani doll, dhe Ulza në Prishtinë. Po, jo bre, ato letë fundit. Okej, të shohim tjenë, kjo është Armend Muja, do më thonë edhe e Dimal Bashës me AI, ke besoj që u vrejt, që Armend Mujës ku ka e mirë, në ka tesha, një traktor për mas. Edhe me disa lupë, do më thonë, a janë lupë? Besoj që po, vis pak thata, me kravatë. Po, sepse do më thonë Armend Muja është minister, ta shetutje minister i bujqësisë. Edhe, qike ku ka ma e mira, Donika Gërvolla, e fundi do më thonë Donika Gërvolla, drejtësia, Bramalesha e drejtësisë. Qike ku ka shumë e mira, Albert. Okej, krejtësërën me AI, do më thonë normalisht, nuk mungon humori këtu, sarë zedhe qeveria, sarë... Shumicën e qëtyre fotografive i ka postu Besnik Karogja, njoni prej atyre që postojnë shpesh në rrjetet sociale. Sigurisht gjitha këtu janë të bome me AI, mirë po kam juro me i pona për Facebook të scroll, kështu që veç që i komentum pak, nuk patna i video shqetësuse të AI-it, sepse kur ko video që na shqetëson me inteligencë artificiale, që nuk është e vërtet, ne e plasu. Ne, se kjo po të regon pak që edhe Besniku ka ditë me përdorë, do më thonë AI në këtu, në shka mundët, në i bua një foto në shka Trumpin që e kemë këtu në emision. Po jetë Trumpin një me kemë jovën tjetër. Apo, kam lartë. Okej, shiku të ndërum, në ndisne tash në javën tjetër, në të djelen tjetër, në povë nacionale, në të shtatë, gjithë të djel, bashkë me Arbërin. Që kjo ke krejt që kemi përgatit për sëd, e kemi të pru pak me politik, po ka në herët që shtojnë zhvecë, gjatë javës. Veç edhe kjo javë dhe tani këthejemi... Ka ne pjallojmë më rallë në Bërën Pacollit e Rjollës e... Po, të ngojna pak në hullumtime tona, që shdo të këthejemi. Albert, shiemi.